Në këtë moment, ndërsa po lexoni këto fjalë, trupi juaj përmban rreth 7 miliard atome. Çdo atom në likurën tuaj, në gjakun tuaj, në ADN-n tuaj, është bërë nga materie. Por këtu është diçka që do t'ju bëjë të ndaleni. Sipas ligjeve themelore të fizikës, asnjë prej këtyre atomeve nuk duhej të ekzistonte. Ju nuk duhej të ekzistatonit. Unë nuk duhej të ekzistoja. Asgjë në këtë univers nuk duhej të ishte këtu. Sepse në momentin e Big Bangut, 13 miliardë 800 milion vjet më parë, u krijua sasi absolutisht e barabartë e materies dhe antimateris. Dhe kur materia takon antimaterin, ato anihilohen reciprokisht në një shpërthim të pastër energjie. Universi duhej të ishte vetëm dritë, vetëm rrezatim, asgjë tjetër. Por ja ku jemi, dhe kjo është një nga misteret më të thella të shkencës moderne. Në vitin 1928, fizikani britanik Paul Dirac po punonte në Universitetin e Cambridge-it me një ekuacion që do të ndryshonte kuptimin ton për realitetin. Ai po përpiqej të bashkonte mekanikën kuantike me relativitetin e Einsteinit. Matematika funksiononte bukur, por kishte një problem të çuditshëm. Ekuacioni kishte dy zgjidhje. Një për elektronin që ne e njihnim dhe një tjetër, një zgjidhje negative që nuk kishte kuptim. Dirac mund ta kishte injoruar atë si një anomali matematikore, por ai bëri diçka revolucionare. Ai e mori seriozisht. Ai tha se nëse ekuacioni parashikon një grimc me ngarkesë negative, atëherë duhet të ekzistojë edhe një grimc me ngarkesë pozitive, një anti-elektron, një pozitron. 4 vjet më vonë, në një laborator në Kaliforni, Carl Anderson po studionte rreze kozmike duke përdorur një dhomë mjegulle. Dhe atje, në fotografitë e tij, shfaqej diçka e pamundur. Një grimc që silej si elektron, por përkulej në drejtimin e kundërt në një fushë magnetike. Ishte pozitron. Antimateria nuk ishte fantazi matematikore, ishte reale. Tani imagjinoni këtë. Çdo grimc materie në univers ka një pasqyrë të përsosur. Për çdo elektron ekziston një pozitron, për çdo proton një antiproton, për çdo neutron një antineutron. Kur ato takohen, ato zhdukjen në një shpërthim të pastër energjie, duke ndjekur ekuacionin më të famshëm të Einsteinit, e barabartë me m herë c në katror. Masa shndërrohet plotësisht në energji. Asnjë grimc nuk mbetet. Është anihilimi i përsosur. Dhe këtu fillon misteri që ka munduar fizikanët për 70 vjet. Në momentin e Big Bangut, kur universi ishte më i nxehtë se 1 trilion grad, energjia e pastër filloi të krijonte çifte grimcash. Një quark dhe një antiquark. Një elektron dhe një pozitron. Çdo herë që krijohet materie nga energjia, krijohet edhe antimateria në sasi absolutisht të barabartë. Kjo nuk është një teori. Kjo është ligj themelor i fizikës, i konfirmuar në çdo eksperiment që kemi bërë ndonjëherë. Në akseleratorët e grincave në CERN, në Fermilab, në çdo laborator në botë, kur ne krijojmë materie nga energjia, ne gjithmonë krijojmë sasi të barabartë të antimaterisë. Por pastaj diçka e çuditshme ndodhi. Ndërsa universi u ftoh, grimcat dhe antigrimcat filluan të anihiloheshin. Një quark takoi një antiquark, shpërthimi i dritës. Një elektron takoi një pozitron, zhdukje totale. Dhe kështu vazhdoi, miliarda herë në çdo pikë të hapësirës. Universi duhej të ishte pastruar plotësisht. Çdo grimc materie duhej të kishte gjetur partnerin e saj të antimateries dhe të ishte zhderruar në rrezatim të pastër. Por diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Për çdo 1 miliard antigrimca, kishte 1 miliard plus një grimc materie. Një asimetri e vogël e papërfillshme, një pjesë në 1 miliard. Në shifra 0 presje 0,00000, 1%. Kjo është më pak se trashësia e një fije floku krahasuar me largësinë nga toka në hën. Por ai një ekstra bëri tërë ndryshimin. Kur anihilimi u përfundua, kur çdo antigrinc kishte gjetur partnerin e saj dhe ishte zhdukur në dritë, mbeti vetëm ai një ekstra. Një grimc materie për çdo 1 miliard çifte
që u anihiluan. Dhe nga ato mbetje, nga ai gabim kozmik i vogël, u ndërtua gjithçka, çdo yll që shihni në qel, çdo planet, çdo galaktik, çdo atom në trupin tuaj. Ne jemi mbetet e një betejë kozmike midis materies dhe antimateris. Ne jemi ai një ekstra që mbijetoi. Por pyetja që ka munduar fizikanët për dekada është kjo: pse ekzistoi ai një ekstra? Çfarë shkaktoi atë asimetri të vogël, por vendimtare? Në vitin 1967, fizikani rus Andrei Sakharov propozoi 3 kushte që duhet të plotësohen për të krijuar këtë asimetri. E para, duhet të ekzistojnë procese që shkelin ruajtjen e numrit të barioneve, që do të thotë se numri i grincave të materies nuk është konstant. E dyta, duhet të shkeljen simetrit C dhe CP, që do të thotë se ligjet e fizikës duhet të sillen ndryshe për materie dhe antimaterie. E treta, universi duhet të jetë jashtë ekuilibrit termik, që do të thotë se duhet të ketë një periudhë kur gjërat po ndryshonin shumë shpejt. Këto kushte tingëllojnë teknike, por ato fshihin një të vërtet të thellë. Ligjet themelore të natyrës nuk janë plotësisht simetrike. Ka një paragjykim të vogël, një preferim të lehtë për materie mbi antimaterie, dhe ky paragjykim, kjo asimetri e vogël, është arsyeja pse ne ekzistojmë. Por këtu është pjesa që të bën të mendosh. Ne kemi gjetur disa nga këto shkelje të simetrisë. Në vitin 1964, James Cronin dhe Val Fitch zbuluan se kaonët neutrale, grincat të çuditshme që përmbajnë kuark të çuditshëm, sillen ndryshe nga antikaonët e tyre. Ishte shkelja e parë e simetrisë CP që u vëzhgua ndonjëherë. Ata fituan çmimin Nobel për këtë zbulim në vitin 1980. Por ka një problem. Shkelja që ne kemi vëzhguar në kaon, në mezon B, në të gjitha grimcat që kemi studiuar, është shumë e vogël. Ajo nuk është e mjaftueshme për të shpjeguar asimetrinë që shohim në univers. Nëse do të mbështeteshim vetëm në shkeljet që kemi matur, raporti midis materies dhe antimateris do të ishte shumë më i vogël. Ne do të kishim një univers pothuajse bosh, me vetëm disa grinca të shpërndara në hapësirë të pafund. Pra duhet të ketë diçka tjetër. Një mekanizëm tjetër, më i fuqishëm, që krijoi atë asimetri të nevojshme në momentet e para të Big Bangut. Dhe këtu hyjnë neutrinos. Neutrinos janë grincat më misterioze në univers. Çdo sekond, rreth 100 miliard neutrino nga dielli kalojnë nëpër çdo centimetër katror të trupit tuaj. Ato kalojnë nëpër tokë sikur të mos ishte atje. Ato janë pothuajse pa mas, pothuajse të padukshme, pothuajse të paprekshme. Por ato mund të jenë çelësi për të kuptuar pse ekzistojmë. Në vitet e 90, fizikanët propozuan një ide të quajtur leptogenez. Teoria thotë se në momentet e para të universit, kur temperatura ishte mbi 1 trilion grad, ekzistonin neutrino shumë të rënda, të quajtur neutrino të djathtë ose neutrino sterile. Këto grinca ishin aq masive sa mund të ishin më të rënda se një proton, dhe ato ishin të paqëndrueshme. Ato zbërtheheshin në grinca më të lehta. Por këtu është pjesa kritike. Kur këto neutrino të rënda zbërtheheshin, ato nuk prodhonin sasi të barabartë të materies dhe antimateris. Për shkak të shkeljeve të simetrisë CP në sektorin e leptoneve, ato prodhonin pak më shumë leptone se antileptone. Dhe kjo asimetri në leptone, nëpërmjet proceseve të quajtura sfaleron, u shndërrua në asimetri, në barione, në kuark, në materie. Është si një makinë kozmike që shndërron një lloj asimetrie në një tjetër. Dhe rezultati final është universi që shohim sot. Një univers i mbushur me materie, me vetëm gjurmë të vogla të antimateris që krijohen në rreze kozmike ose në akselerator grimkash. Por kjo është ende një teori. Ne nuk kemi vëzhguar kurrë neutrino të djathtë. Ne nuk kemi matur kurrë drejt për drejt shkeljet e simetrisë CP në sektorin e leptoneve që do të ishin të mjaftueshme për të shpjeguar asimetrinë. Eksperimente si T2K në Japoni dhe NOVA në Shtetet e Bashkuara po përpiqen të matin këto shkelje, por rezultatet janë ende të paqarta. Dhe kështu, misteri vazhdon.
Imagjinoni për një moment se po qëndroni në buzë të një shkëmbi duke parë oqeanin. Çdo valë që godet bregun është bërë nga triliona molekula uji. Por nëse do të ktheheshit në kohë, në momentin e Big Bangut, çdo atom oksigjen në atë ujë, çdo atom hidrogjen u krijua nga një betejë kozmike midis materisë dhe antimaterisë. Dhe arsyeja pse ato atome ekzistojnë, arsyeja pse oqeani ekziston, arsyeja pse ju qëndroni atje duke e parë atë, është sepse në atë betejë materia fitoi me një diferencë të vogël të papërfillshme. 1 pjesë në 1 miliard. Kaq ishte diferenca midis ekzistencës dhe mos ekzistencës. Tani le të shkojmë më thellë në këtë mister. Le të kuptojmë se çfarë do të thotë vërtet kjo asimetri. Kur fizikanët flasin për antimaterie, ata nuk po flasin për diçka egzotike që ekziston vetëm në filmat e shkencës fantastike. Antimateria është reale dhe ne e krijojmë atë çdo ditë. Në CERN, Organizata Evropiane për Kërkime Bërthamore në Zvicër, shkencëtarët kanë krijuar atome të plota të antimateries, jo vetëm pozitrone, por antiprotone dhe antineutrone. Ata i kanë kombinuar ato për të krijuar antihidrogjen, atomin më të thjeshtë të antimateries. Në vitin 2010, për herë të parë në histori, shkencëtarët në CERN arritën të mbajnë atome antihidrogjeni për më shumë se 16 minuta. 16 minuta mund të mos tingëllojnë shumë, por për antimaterie, kjo është një përjetësi. Në natyrë, kur krijohet antimateria, ajo anihilohet pothuajse menjëherë kur takon materie. Por në një kurth magnetik e izoluar nga çdo atom i materies, antihidrogjeni mund të ekzistojë, dhe këtu është pjesa e mahnitshme. Kur shkencëtarët studiuan atë antihidrogjen, ata zbuluan se ajo sillej saktësisht si hidrogjen normal. Spektri i saj i dritës, nivelet e saj të energjisë, çdo veti që ata matën ishte identike me hidrogjenin e zakonshëm. Kjo është saktësisht ajo që parashikon teoria, por është gjithashtu e çuditshme, sepse nëse materia dhe antimateria janë kaq të përsosura, pasqyra i njëra tjetrës, pse universi zgjodhi njërin mbi tjetrën? Kjo pyetje na çon në një nga eksperimentet më ambicioze në fizikën moderne, kërkimi për të gjetur ndonjë dallim të vogël. Çfarë do asimetrie midis materies dhe antimateris që mund të shpjegojë pse ne ekzistojmë? Në Fermilab, pranë Chicagos, një eksperiment i quajtur muon G-2, pomat vetit magnetike të muonve me precizion të pabesueshëm, muonët janë si elektron të rënd dhe ato kanë një veti të quajtur moment magnetik anomal. Nëse ka fizik të re, nëse ka grinca të panjohura ose forca të fshehura, ato do të ndikojnë në këtë moment magnetik. Dhe në vitin 2021, Fermilab njoftoi rezultate që sugjeronin një devijim të vogël nga parashikimet e modelit standard. Ishte një përputhje e çuditshme me rezultate të mëparshme nga vitet e hershme 2000, por a është kjo një shenjë fizikës së re që mund të shpjegojë asimetrinë materie-antimaterie, apo është thjesht një luhatje statistikore? Ne ende nuk e dim. Në ndërkohë, në Japoni, eksperimenti T2K po gjuan një rreze neutrinosh nga një akselerator në Tokai drejt një detektori gjigant në minierën Kamioka, 290 km larg. Qëllimi është të matet se sa shpesh neutrinos ndryshojnë nga një lloj në një tjetër, një proces i quajtur oscilim i neutrinove. Dhe më e rëndësishmja, të shihet nëse ka ndonjë dallim midis mënyrës se si neutrinos dhe antineutrinos oscilojnë. Nëse ka një asimetri atje, ajo mund të jetë çelësi për të kuptuar leptogjenezën. Por edhe me të gjithë këto eksperimente, me të gjithë këtë teknologji, ne ende nuk kemi një përgjigje përfundimtare, dhe kjo na sjell në një pyetje edhe më të thellë. Çfarë ndodhi me të gjitha atë antimaterie? 1 miliard antigrinca për çdo 1 miliard plus një grinc materie. Ato u anihiluan, duke krijuar një përmbytje të rrezatimit, dhe ajo përmbytje ende ekziston. Ne e quajmë atë rrezatimi kozmik i sfondit të mikrovalve. Është drita më e vjetër në univers, e lëshuar 400.000 vjet pas Big Bangut, kur universi u ftoh mjaftueshëm që elektronët dhe protonet të kombinoheshin për të formuar atomet e para të hidrogjenit. Para asaj, universi ishte një plazmë nxehtë e papërshkueshme nga drita.
por pjesa më e madhe e energjisë në atë rrezatim vjen nga anihilimi i materiesë dhe antimaterisë. Çdo foton që detektojmë në rrezatimin kozmik të sfondit është një dëshmi e asaj betejë kozmike. Është një kujtim i një kohe kur universi ishte një fushë betejë ku materia dhe antimateria luftonin për ekzistencë. Dhe ne jemi pasardhësit e fituesve. Por këtu është diçka që duhet ta kuptoni. Ajo asimetri e vogël, ai 1 në 1 miliard, nuk ishte e rastësishme. Ajo nuk ishte një luhatje statistikore. Ajo ishte e koduar në ligjet themelore të fizikës, në mënyrën se si grimcat ndërveprojnë në strukturën e hapësirës dhe kohës. Dhe nëse do të kishte qenë edhe pak më e vogël, universi do të ishte pothuajse bosh. Nëse do të kishte qenë edhe pak më e madhe, do të kishte shumë më tepër materie dhe universi do të ishte kolapsuar në veten e tij shumë më shpejt. Kjo është një shembull i asaj që fizikanët e quajnë rregullim të imët. Konstantet themelore të natyrës, raportet midis forcave, masat e grimcave, të gjitha duken se janë rregulluar me precizion të jashtëzakonshëm për të lejuar ekzistencën e jetës. Dhe asimetria materie-antimaterie është një nga shembujt më dramatik të kësaj. Por pse? Pse ligjet e fizikës janë kështu? A është kjo thjesht një aksident kozmik? Apo ka një arsye më të thellë? Disa fizikanë argumentojnë se ne jetojmë në një multivers, një koleksion i pafund universish me ligje të ndryshme të fizikës. Në shumicën e atyre universeve, asimetria është e gabuar dhe nuk ekziston asgjë. Por në universin ton, rastësisht, asimetria është e drejtë dhe prandaj ne jemi këtu për ta vëzhguar atë. Kjo quhet parimi antropik. Ne vëzhgojmë një univers që lejon ekzistencën tonë, sepse në një univers që nuk e lejon atë, nuk do të kishte askush për ta vëzhguar. Por kjo shpjegim nuk kënaq shumë fizikan. Ata duan të dinë pse ligjet janë kështu, jo thjesht të pranojnë se ato janë. Dhe kështu, kërkimi vazhdon. Në CERN, Large Hadron Collider, akseleratori më i madh i grimcave në botë, po përplas protone me energji të jashtëzakonshme, duke rikrijuar kushtet që ekzistonin 1 trilionth të sekondës pas Big Bangut. Çdo përplasje është një eksperiment i vogël në krijimin e universit. Dhe në ato përplasje, shkencëtarët po kërkojnë shenja të fizikës së re, grimca të reja, forca të reja që mund të shpjegojnë asimetrinë. Në vitin 2012, CERN zbuloi bozonin Higgs, grimcën që i jep masë të gjitha grimcave të tjera. Ishte një triumf i modelit standard, teorisë që përshkruan të gjitha grimcat dhe forcat e njohura. Por modeli standard nuk shpjegon asimetrinë materie-antimaterie. Ai parashikon shkelje të vogla të simetrisë CP, por jo të mjaftueshme. Pra, duhet të ketë diçka përtej modelit standard. Supersimetria, teoria e vargut, dimensionet ekstra, grimcat e errta, energjia e errët, të gjitha këto janë kandidat për fizikën e re që mund të shpjegojë misteret që modeli standard nuk mund t'i shpjegojë. Por deri tani, ne nuk kemi gjetur asnjë provë të prerë për asnjërin prej tyre. Dhe kështu, pyetja mbetet: ku shkoi antimateria? Përgjigjja e shkurtër është: ajo u shndërrua në dritë. Ajo u anihilua me materie, duke lënë pas vetëm rrezatim dhe një tepricë të vogël të materies. Por përgjigjja e vërtetë, arsyeja e thellë pse ekzistoi ajo tepricë, është ende një nga misteret më të mëdha të shkencës. Dhe kjo na sjell në një realizim të çuditshëm. Ekzistenca jon varet nga një gabim kozmik. Një asimetri e vogël, një devijim nga simetria e përsosur, që ligjet e fizikës duket se preferojnë. Nëse universi do të ishte plotësisht simetrik, nëse materia dhe antimateria do të ishin krijuar në sasi absolutisht të barabartë dhe do të ishin sillur në mënyrë identike, ne nuk do të ishim këtu. Universi do të ishte vetëm dritë, vetëm rrezatim, duke u zgjeruar përgjithmonë në errësirë dhe ftoje. Por ai gabim i vogël, ajo asimetri e vogël, krijoi mundësinë për gjithçka, për yje dhe planete, për jetë dhe vetdije, për ju dhe mua. Dhe kjo është një nga të vërtetat më të thella dhe më të çuditshme që shkenca ka zbuluar. Ne jemi pasojat e një imperfekcioni kozmik. Ne jemi produkti i një asimetrie që nuk duhet të ekzistonte. Ne jemi, në një kuptim shumë real, një anomali në strukturën e universit.
Por çfarë do të thotë kjo për natyrën e realitetit? Çfarë na tregon kjo për vendin ton në kozmos? Në vitin 1955, fizikani amerikan Owen Chamberlain dhe Emilio Segre po kryenin një eksperiment në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley që do të ndryshonte përgjithmonë kuptimin ton për natyrën e materies. Ata po përplasnin protone me energji të lartë në një objektiv bakri, duke shpresuar të krijonin diçka që askush nuk e kishte parë kurrë. Një antiproton. Dhe në 28 të shtatorit të atij viti, ata e gjetën ata. Për herë të parë në histori, njerëzimi kishte krijuar antimaterie më të rëndë se një pozitron. Ishte një moment që konfirmoi parashikimin e Diracut dhe hapi derën për një pyetje edhe më të madhe. Nëse ne mund të krijojmë antimaterie në laborator, pse natyra nuk e bëri të njëjtën gjë në shkallë kozmike? Por le të ndalemi këtu dhe të kuptojmë diçka thelbësore. Çdo eksperiment që kemi bërë ndonjëherë, çdo përplasje grimkash në çdo akselerator në botë konfirmon të njëjtën rregull të hekurt. Kur krijohet materie nga energjia, krijohet edhe antimateria në sasi absolutisht të barabartë. Kjo nuk është një tendencë statistikore, kjo nuk është një probabilitet, kjo është një ligj themelor i natyrës, i quajtur ruajtja e ngarkesës dhe ruajtja e numrit të leptoneve dhe barioneve. Çdo herë që një foton me energji të mjaftueshme shndërrohet në një qift elektron-pozitron, çdo herë që një gluon krijon një qift kuark-antikuark, bilanci është i përsosur, 1/1, gjithmonë. Dhe megjithatë, universi ynë është bërë pothuajse plotësisht nga materia. Kjo është kontradikta që na mban zgjuar natën. Imagjinoni një eksperiment mendor. Supozoni se mund të udhëtonit në kohë, të ktheheshit në momentin kur universi ishte vetëm një sekond i vjetër. Temperatura do të ishte rreth 10 miliard grad, aq e nxehtë sa protonet dhe neutronet sapo po fillonin të formoheshin nga një plazmë kuarkëve dhe gluonëve. Por edhe në atë moment, asimetria tashmë do të ishte vendosur. Për çdo 1 miliard antikuark, do të kishte 1 miliard plus një kuark. Dhe në çdo pikë të hapësirës, në çdo moment, kuarkët dhe antikuarkët po përplaseshin dhe po anihiloheshin, duke krijuar një oqean të rrezatimit aq të ndritshëm sa do të verbonte çdo instrument që mund të imagjinonim. Por ai një ekstra, ai kuark i tepërt për çdo miliard qifte, do të mbijetonte. Dhe kur anihilimi përfundonte, kur temperatura ra mjaftueshëm që kuarkët të kombinoheshin në protone dhe neutrone, ato grinca të mbijetuara do të bëheshin bloqet ndërtimore të çdo atomi në univers. Tani, le të shkojmë edhe më thellë. Le të kuptojmë se çfarë do të thotë vërtet kjo asimetri në nivel themelor. Në mekanikën kuantike, çdo grincë përshkruhet nga një funksion vale, një ekuacion matematikor që përmban të gjithë informacionin për gjendjen e saj. Dhe një nga parimet themelore të mekanikës kuantike është simetria CPT. Nëse ju ndërroni grincat me antigrincat, konjugimi i ngarkesës C, nëse ju pasqyroni hapësirën, pariteti P, dhe nëse ju ktheni kohën mbrapsht, kthimi i kohës T, ligjet e fizikës duhet të mbeten të njëjta. Kjo simetri CPT është një nga shtyllat e teorisë kuantike të fushës dhe asnjë eksperiment nuk e ka shkelur kurrë atë. Por këtu është çelësi. Simetria CPT nuk kërkon që C, P dhe T të ruhen individualisht. Ato mund të shkelen, por vetëm në mënyrë që kombinimi i tyre të mbetet i ruajtur. Dhe kjo është saktësisht ajo që ndodh në natyrë. Në vitin 1957, fizikanët kineze Tsung Dao Lee dhe Chen Ning Yang propozuan diçka radikale. Se pariteti, ideja se ligjet e fizikës duken të njëjta në një pasqyrë, mund të shkelet në ndërveprimet e dobta. Ishte një ide aq e çuditshme sa shumica e fizikanëve nuk e besonin, por në të njëjtin vit, Chen Xiong Wu, një fizikan eksperimentale në Universitetin Columbia, e testoi atë. Ajo ftoi ato me kobalti në afërsi të zeros absolute dhe vëzhgoi se si ato zbërtheheshin. Dhe ajo zbuloi diçka të mahniqme. Elektronët që lëshoheshin nga zbërthimi kishin një drejtim preferuar. Ata nuk shpërndaheshin në mënyrë të barabartë në të gjitha drejtimet. Pariteti ishte shkelur.
Ishte një zbulim që trondit themelet e fizikës. Li dhe Young fituan çmimin Nobel në vitin 1958, por Wu, që bëri eksperimentin, nuk u përfshi. Ishte një nga padrejtësitë e mëdha në historinë e shkencës. Por zbulimi i shkeljes së paritetit hapi derën për një pyetje eve më të madhe. Nëse P shkelec, çfarë për CP? Çfarë ndodh nëse ju kombinoni konjugimin e ngarkesës me pasqyrimin e hapësirës? A do të ruhet kjo simetri? Për një kohë fizikanët mendonin se po. Ata mendonin se edhe nëse P shkelete, CP do të mbetej e shenjtë. Por në vitin 1964, Cronin dhe Fitch zbuluan se edhe CP shkelete në zbërthimin e kaonëve neutrale. Ishte një shkelje e vogël, vetëm disa pjesë në 1000, por ishte atje dhe ishte e mjaftueshme për të treguar se ligjet e fizikës nuk janë plotësisht simetrike midis materisë dhe antimaterisë. Kjo zbulim fitoi çmimin Nobel në vitin 1980 dhe ajo ngriti një shpresë. Ndoshta kjo shkelje CP ishte arsyeja për asimetrin materie-antimaterie. Ndoshta në momentet e para të Big Bangut, kur temperatura ishte aq e lartë sa të gjitha grincat po krijoheshin dhe po zbërtheheshin me shpejtësi të çmendur, këto shkelje të vogla të CP u akumuluan duke krijuar një tepricë të vogël të materisë. Por kur fizikanët llogaritën numrat, ata zbuluan një problem. Shkelja e CP që vëzgohej në kaon dhe në grinca të tjera ishte shumë e vogël. Aho mund të shpjegonte një asimetri prej rreth një pjese në 10 milion, jo një pjesë në 1 miliard. Ishte e pamjaftueshme me një faktor prej rreth 100. Pra, duhet të ketë një burim tjetër i shkeljes së CP. Diçka më e fuqishme, diçka që ne ende nuk e kemi zbuluar. Dhe këtu hyjnë neutrinos përsëri, por tani me një këndvështrim të ri. Neutrinos janë grincat më enigmatike në modelin standard. Për dekada, fizikanët mendonin se ato ishin pa mas, duke udhëtuar me shpejtësinë e dritës, duke kaluar në përgjithshka pa lënë gjurmë. Por në vitin 1998, eksperimenti Super Kamiokande në Japoni zbuloi diçka të jashtëzakonshme. Neutrinos ndryshojnë llojin ndërsa udhëtojnë. Një neutrin elektron mund të zhderrohet në një neutrin muon dhe pastaj në një neutrin tau dhe përsëri. Ky proces, i quajtur oscilimi neutrinove, është i mundur vetëm nëse neutrinos kanë mas. Ishte një zbulim që shkoi përtej modelit standard. Në modelin standard, neutrinos janë pa mas, por tani ne e dim se ato kanë mas, edhe nëse është jashtëzakonisht e vogël. Dhe kjo do të thotë se duhet të ketë fizik e re, mekanizma të rinj që i japin mas neutrinove. Një nga mekanizmat më të diskutuar quhet mekanizmi i rrotullimit. Ideja është kjo: ekzistojnë dy lloje neutrinosh. Neutrinos të majt, që janë ato që ne vëzgojmë, që ndërveprojnë me forcat e dobta, dhe neutrinos të djathtë, që janë sterile, që nuk ndërveprojnë me asnjë nga forcat e modelit standard përveç gravitetit. Këto neutrinos të djathtë janë jashtëzakonisht të rënda, ndoshta aq të rënda sa 1 trilion herë masa e protonit. Dhe këtu është pjesa kritike. Kur këto neutrinos të rënda zbërtheheshin në universin e hershëm, ato nuk prodhonin sasi të barabartë të leptoneve dhe antileptoneve. Për shkak të shkeljeve të CP në sektorin e neutrinove, ato prodhonin një tepricë të vogël të leptoneve. Dhe kjo tepricë, nëpërmjet proceseve të quajtura sfaleron, që ndodhin në temperatura shumë të larta, u shndërrua në një tepricë të barioneve, të kuarkëve, të materisë. Është një mekanizm elegant, i quajtur leptogjenez, dhe ai plotson të 3 kushtet e Saharovit. Ai shkel ruajtjen e numrit të barioneve, ai shkel simetrin CP, dhe ai ndodh jashtë ekuilibrit termik, sepse neutrinos të rënda zbërthehen ndërsa universi po zgjerohet dhe po ftohet. Por ka një problem. Ne nuk kemi vëzguar kur neutrino të djathtë. Ato janë shumë të rënda për t'u krijuar në akseleratorët tanë aktual. Dhe shkelja e CP në sektorin e neutrinove që ne po përpiqemi të matim tani, është për neutrinos të lehta, jo për ato të rënda hipotetike. Pra, si mund ta testojmë këtë teori? Një mënyrë është të matim shkeljen e CP në oscilete neutrinove. Nëse neutrinos dhe antineutrinos oscilojnë me shpejtësi të ndryshme, kjo do të ishte një shenjë shkeljes së CP, dhe kjo do të na jepte një ide për shkallën e shkeljes në sektorin e neutrinove,
edhe nëse nuk është e njëjta shkel që shkaktoi leptogjenezën. Eksperimenti T2K në Japoni ka matur disa shenja të mundshme të shkeljes së CP, por rezultatet nuk janë ende përfundimtare. Eksperimenti NOVA në Shtetet e Bashkuara po bën matje të ngjashme dhe në të ardhmen eksperimente si DUNE, eksperimenti i neutrinove të thellë nëntoksor, do të kenë saktësi shumë më të madhe. Por edhe nëse ne matim shkeljen e CP në neutrinos të lehta, kjo nuk do të provonte leptogjenezën. Ajo vetëm do të tregonte se sektori i neutrinove ka shkelje të CP, gjë që është një kusht i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm. Dhe kështu, ne jemi të bllokuar në një situatë të çuditshme. Ne kemi një teori që shpjegon asimetrinë materie-antimaterie, por ne nuk mund ta testojmë drejt për drejt, sepse grimcat që janë përgjegjëse janë shumë të rënda për të krijuar. Por ka një mënyrë tjetër për ta kërkuar këtë fizik, duke parë në qiell. Në vitin 2001, sateliti WMAP, sonda Wilkinson e anizotropisë së mikrovalve, filloi të hartojë rrezatimin kozmik të sfondit me precizion të paparë. Dhe në vitin 2013, sateliti Planck e përmirësoi atë hartë edhe më shumë. Këto harta na tregojnë se si dukej universi ka 300.000 vjet pas Big Bangut, kur drita u lirua për herë të parë. Por ato na tregojnë raportin midis materies dhe rrezatimit në atë kohë. Dhe nga ai raport, ne mund të llogarisim sa materi ekzistonte në universin e hershëm. Përgjigjja është rreth një grimc materie për çdo 1 miliard fotone. Kjo është saktësisht ajo që do të prisnim nëse asimetria filestare ishte 1 pjesë në 1 miliard. Pra, vëzhgimet kozmologjike konfirmojnë se asimetria ekzistoi, por ato nuk na tregojnë pse ajo ekzistoi. Tani, le të bëjmë një eksperiment mendor tjetër. Imagjinoni se mund të ndërtonit një makinë që krijon antimaterie në sasi të mëdha, jo vetëm disa atome antihidrogjen, por kilogram, ton, madje planet të tërë të antimateries. Çfarë do të ndodhte? Nëse do ta vendosnit atë antimaterie në kontakt me materie, rezultati do të ishte shpërthimi më i fuqishëm që mund të imagjinohet. 1 kilogram materie plus 1 kilogram antimaterie do të prodhonte një shpërthim barazvlefshëm me rreth 43 megaton TNT. Kjo është rreth 3 herë fuqia e bombës më të madhe bërthamore që është shpërthyer ndonjëherë, bomba Tsar e Bashkimit Sovjetik. Por këtu është pjesa interesante. Nëse do ta izolonit atë antimaterie, nëse do ta mbaje larg nga çdo atom i materies, ajo do të silej saktësisht si materia normale. Një planet i antimateries do të kishte gravitet. Ai do të kishte atmosferë. Ai do të kishte okeane dhe kontinente. Dhe nëse do të mund të jetonit në atë planet pa u prekur nga materia, ju nuk do të mund të tregonit ndryshimin. Kjo është arsyeja pse disa fizikan kanë spekuluar se mund të ekzistojnë galaktika të tëra të bëra nga antimateria diku në univers. Ndoshta asimetria nuk ishte globale. Ndoshta në disa rajonet universit antimateria fitoi dhe në rajonet të tjera materia fitoi. Dhe tani, miliarda vjet më vonë, ato rajone janë aq larg njëri tjetrit sa nuk ka kontakt midis tyre. Por ka një problem me këtë ide. Nëse do të kishte rajone të mëdha të antimateries, do të kishte kufi ku materia dhe antimateria takohen. Dhe në ato kufi do të kishte anihilim masiv, duke prodhuar një sinjal karakteristik të rrezeve gamma. Ne kemi kërkuar këtë sinjal me teleskop si Fermi Gamma Ray Space Telescope dhe ne nuk kemi gjetur asgjë. Kjo sugjeron se nëse ka rajone antimaterie, ato janë jashtëzakonisht të largëta përtej horizontit ton të vëzhgueshëm. Pra, shpjegimi më i thjeshtë mbetet, asimetria ishte globale. Në çdo pikë të universi, në çdo moment, kishte pak më shumë materie se antimaterie. Dhe kur anihilimi përfundoi, materia mbeti. Por kjo na sjell përsëri në pyetjen themelore. Pse? Le të shqyrtojmë një perspektivë tjetër. Le të mendojmë për asimetrinë materie-antimaterie jo si një mister që duhet zgjidhur, por si një fakt themelor i natyrës që duhet pranuar. Në fizik ka disa konstante themelore që thjesht janë ajo që janë. Shpejtësia e dritës është rreth 300.000 km në sekond. Ngarkesa e elektronit është rreth një presje 6/10 në fuci negative 19 kulomb. Konstanta e Plancut është rreth 6 presje 63/10 në fuci negative
34 Joule sekonda. Ne mund t'i matim këto konstante me precizion të jashtëzakonshëm, por ne nuk mund të shpjegojmë pse ato kanë vlerat që kanë. Ato janë thjesht parametrat të natyrës. Ndoshta asimetria materie-antimaterie është e njëjtë. Ndoshta ajo është thjesht një parametër tjetër, një konstante tjetër që përcakton natyrën e universit ton. Dhe ndoshta në një multivers, në një koleksion të pafund universish, kjo konstante merr vlera të ndryshme. Në disa universe, asimetria është 0 dhe ato universe janë bosh. Në disa të tjera, asimetria është shumë e madhe dhe ato universe kolapsojnë shpejt. Por në universin ton, asimetria është saktësisht e drejtë për të lejuar formimin e yjeve, planetëve dhe jetës. Kjo është një version i parimit antropik. Ne vëzgojmë një univers me këtë asimetri të veçantë, sepse vetëm në një univers të tillë mund të ekzistojnë vëzhgues. Por shumë fizikan e gjejnë këtë shpjegim të paknaqshëm. Ata argumentojnë se shkenca duhet të shpjegojë pse gjërat janë si janë, jo thjesht të pranojë se ato janë. Dhe ata vazhdojnë të kërkojnë një mekanizëm, një proces fizik që krijojë asimetrinë. Dhe kjo na sjell në një nga kufijtë e shkencës moderne, kufirin midis asaj që ne mund të testojmë dhe asaj që ne mund vetëm të spekulojmë. Leptogjeneza është një teori e bukur. Ajo shpjegon asimetrinë duke përdorur grinca që janë një zgjerim natyror i modelit standard. Ajo plotson të gjitha kushtet e Saharovit dhe ajo bën parashikime që në parim mund të testohen. Por grincat kyçe, neutrinos të djathtë, janë aq të rënda sa ne nuk mund t'i krijojmë ato në akseleratorët tan aktual. Dhe ndoshta ne nuk do të mund t'i krijojmë kurrë. Pra, si mund ta dimë nëse leptogjeneza është e saktë? Një mënyrë është të kërkojmë efekte indirekte. Nëse neutrinos të djathtë ekzistojnë, ato mund të ndikojnë në procese të tjera në mënyra të vogla. Për shembull, ato mund të kontribuojnë në masën e neutrinove të lehta nëpërmjet mekanizmit të rrotullimit. Dhe duke matur masat e neutrinove me precizion të lartë, ne mund të kufizojmë vetit e neutrinove të djathtë. Eksperimente si Katrin në Gjermani po përpiqen të matin masën absolute të neutrinove duke studiuar zbërthimin beta të tritiumit. Eksperimente si Majorana dhe Gerda po kërkojnë një proces të quajtur zbërthim beta i dyfisht pa neutrino, që do të provonte se neutrinos janë grincat e veta antigrinca, një veti e quajtur natyrë Majorana. Nëse neutrinos janë Majorana, kjo do të mbështeste mekanizmin e rrotullimit dhe leptogjenezën. Por edhe nëse ne gjejmë të gjitha këto prova indirekte, ne nuk do të kemi një provë të drejt për drejt se leptogjeneza shkaktoi asimetrin materie-antimaterie. Ne do të kemi vetëm një rast të fortë rrethanor, dhe kjo është natyra e shkencës në kufijtë e saj. Ne shpesh duhet të gjykojmë midis teorive të ndryshme bazuar në elegancën e tyre, në aftësinë e tyre për të shpjeguar shumë fakte me pak supozime, në konsistencën e tyre me gjithçka tjetër që ne e dimë. Ne rrallë kemi prova definitive. Por kjo nuk do të thotë se ne nuk po bëjmë progres. Çdo eksperiment i ri, çdo vëzhgim i ri, na jep më shumë informacion. Çdo matje e re e shkeljes së CP, çdo zbulim i ri në fizikën e neutrinove, na afron me kuptimin e plot të asaj që ndodhi në momentet e para të universit. Dhe ndërsa ne vazhdojmë këtë kërkim, ne po zbulojmë diçka të thellë për natyrën e realitetit. Se universi nuk është aq i thjeshtë sa duket. Se ligjet e fizikës kanë shtresa mbi shtresa të kompleksitetit. Dhe se çdo përgjigje që gjejmë ngreh pyetje të reja edhe më të thella. Tani le të kthehemi në ata asimetri të vogël, atë 1 në 1 miliard, dhe le të mendojmë për atë që ajo do të thotë vërtet. Imagjinoni një stadium futbolli të mbushur me njerëz, rreth 50.000 spektator. Tani imagjinoni se çdo person në atë stadium përfaqëson 1 miliard çifte grimçash materie-antimaterie që u anihiluan në universin e hershëm. Të gjithë ata, 50.000 njerëz, zhduken në një shpërthim drite. Por pastaj, imagjinoni se ka një person ekstra, një person i 50.001, që qëndron jashtë stadiumit. Ai person është materia që mbeti. Ai person jemi ne. Kjo është shkalla e asimetrisë.
Për çdo 50.000 miliard qifte që u anihiluan, mbeti një grimc, dhe nga ato grimca të mbijetuara, u ndërtua gjithçka. Por këtu është pjesa që vërtet duhet t'ju bëj të ndaleni. Ajo, asimetri, nuk ishte e rastësishme. Ajo nuk ishte një luhatje statistikore. Në një univers me triliona grimca, luhatjet statistikore do t'ishin shumë më të vogla. Asimetria duhet ishte koduar në ligjet e fizikës, në mënyrën se si grimcat krijohen dhe zbërthehen në strukturën themelore të natyrës. Dhe kjo do të thotë se ekzistenca jon nuk është një aksident. Ajo është një pasojë domosdoshme e mënyrës se si funksionon universi. Nëse ligjet e fizikës janë si janë, atëherë asimetria ishte e pashmangshme. Dhe nëse asimetria ishte e pashmangshme, atëherë ne ishim të pashmangshëm. Por kjo ngreh një pyetje filozofike të thellë. Çfarë do të thotë të jesh i pashmangshëm në një univers që duket i rastësishëm? Mekanika kuantike na tregon se në nivel themelor, natyra është probabilistike. Kur një grimc zbërthehet, ne nuk mund të parashikojmë saktësisht kur do të ndodhë. Ne mund të llogarisim vetëm probabilitetin. Kur një elektron kalon nëpër një qarje të dyfisht, ne nuk mund të themin se nëpër cilën qarje kaloi. Ai kalon nëpër të dyja në një kuptim, derisa ne e matim. Pra, si mund të jetë diçka e pashmangshme në një univers kuantik? Përgjigjja është se edhe nëse ngjarjet individuale janë të rastësishme, rezultatet statistikore mund të jenë të përcaktuara. Nëse ju hedh një monedhë një herë, rezultati është i rastësishëm. Por nëse ju e hedh atë 1.000.000 herë, ju do të merrni rreth 500.000 koka dhe 500.000 bishta. Probabiliteti përcakton rezultatin mesatar, dhe në universin e hershëm, me triliona grimca duke u krijuar dhe duke u zbërthyer çdo sekond, ligjet e probabilitetit bëhen ligje të hekurta. Asimetria mesatare, shkelja mesatare e CP, bëhet një fakt i pashmangshëm. Por kjo ende nuk shpjegon pse ligjet janë si janë. Pse shkelja e CP ekziston fare? Pse neutrinos kanë mas? Pse konstantet themelore kanë vlerat që kanë? Dhe këtu, shkenca arrin në kufijtë e saj. Ne mund të përshkruajmë se si funksionon universi me precizion të jashtëzakonshëm, por pyetja pse mund të jetë përtej shkencës. Ajo mund të jetë një pyetje filozofike, jo shkencore. Ose ndoshta jo. Ndoshta ka një teori më e thellë, një teori përfundimtare që shpjegon të gjitha konstantet, të gjitha ligjet, të gjitha simetrit dhe shkeljet e tyre. Teoria e vargut, gravitetit kuantik, një teori e gjithçkaje. Fizikanët kanë punuar në këto teori për dekada, por ne ende nuk kemi një version të plot të testuar. Dhe ndërsa ne presim atë teori përfundimtare, ne vazhdojmë të mbledhim të dhëna, të bëjmë eksperimente, të testojmë hipoteza. Sepse kjo është ajo që bën shkenca. Ajo bën pyetje, ajo kërkon përgjigje dhe ajo nuk pushon kurrë së kërkuari. Por ndërsa ne bëjmë këtë, let mos harojmë se çdo zbulim, çdo përgjigje na tregon diçka të thellë për vendin tonë në univers. Ne nuk jemi spektator të rastësishëm. Ne jemi pjesë e historisë kozmike, pasardhadhës të asaj asimetrie të vogël që ndodhi 13 miliard e 800 milion vjet më parë. Çdo atom në trupin tuaj është një dëshmi e asaj betejë kozmike. Çdo frymëmarrje që merrni, çdo mendim që keni, është e mundur sepse materia fitoi me një diferencë të vogël, të papërfillshme. Dhe kjo ndoshta është mësimi më i thellë i asimetrisë materie-antimaterie, se ekzistenca jonë varet nga detaje të vogla, nga asimetri të vogla, nga gabime të vogla në strukturën e universit. Ne nuk jemi produkti i një plani të përsosur, ne jemi produkti i një imperfekcioni kozmik. Por ai imperfekcion, ai gabimi vogël, krijoi mundësinë për gjithçka që ne vlerësojmë, për bukurinë, për dashurinë, për kurreshtjen, për kërkimin e të vërtetës. Ai krijoi mundësinë për vetëdijen, për aftësinë për të kuptuar universin që na krijoi. Dhe kjo është një paradoks i çuditshëm. Ne jemi një pjesë e vogël e papërfillshme e universit, një pasojë e një asimetrie prej 1 në 1 miliard. Por ne jemi gjithashtu pjesa e universit që mund ta kuptoj veten. Ne jemi mënyra se si universi bëhet i vetëdijshëm për ekzistencën e tij. Dhe ndoshta, në fund, kjo është përgjigja për pyetjen pse. Se jim shkencor,
por një kuptim filozofik. Ne ekzistojmë sepse universi, në të gjithë kompleksitetin e tij, në të gjitha asimetritë e tij, në të gjitha gabimet e tij, krijoi kushtet për vetëdijen. Dhe tani, nëpërmjet nesh, universi po eksploron veten, po bën pyetje për origjinën e tij, po kërkon të kuptojë misteret e tij më të thella. Kjo është trashëgjimia e asaj asimetrie të vogël. Jo vetëm materia, por kuptimi. Jo vetëm ekzistenca, por vetëdia. Jo vetëm universi, por ne. Në vitin 2015, një ekip shkencëtarësh në CERN arriti diçka që dukej e pamundur vetëm një dekadë më parë. Ata mbajën 100 atome antihidrogjeni të gjalla për më shumë se 1 mbëdhjet orë. 1 mbëdhjet orë. Imagjinoni këtë. Grinca që në natyrë zhduken në 1 trilion të sekondës, tani po qëndrojnë të qeta në një kurth magnetik duke pritur të studiohen. Dhe kur shkencëtarët i ndricuan ato me lazer, ato u përgjigjen saktësisht si hidrogjen normal. Çdo frekuencë drite, çdo nivel energjie, çdo veti që ata matën ishte identike. Ishte si të shikoje në një pasqyrë të përsosur të realitetit. Por këtu është pyetja që i mban ata zgjuar natën. Nëse kjo pasqyrë është kaq e përsosur, pse universi zgjodhi njërën anë të saj? Le të shkojmë edhe më thellë në këtë paradoks. Le të kuptojmë se çfarë do të thotë vërtet një simetri e përsosur. Kur Paul Dirac shkroi ekuacionin e tij në vitin 1028, ai zbuloi diçka të mahniqme. Matematika e natyrës është e bukur në mënyrë të frikshme. Ekuacioni i tij bashkonte hapësirën dhe kohën, energjinë dhe masën, grincat dhe valët në një strukturë të vetme, elegante. Por ajo bukuri kishte një çmim. Ajo kërkonte që për çdo grincë të ekzistonte një antigrincë. Nuk ishte një zgjedhje, ishte një domosdoshmëri matematikore. Dhe kjo na sjell në një nga të vërtetat më të thella të fizikës moderne. Ligjet e natyrës nuk janë thjesht përshkrimet asaj që ndodh. Ato janë kufizime mbi atë që mund të ndodh. Kur ne themi se energjia ruhet, ne nuk po themi se ne kemi vëzguar këtë në çdo rast. Ne po themi se çdo proces që shkel ruajtjen e energjisë është i pamundur, pavarësisht se sa shumë herë ne e provojmë. Pra, kur Dirac zbuloi se ekuacioni i tij kërkonte antimaterie, ai nuk po bënte një parashikim. Ai po zbulonte një të vërtet themelore për strukturën e realitetit. Por këtu është kontradikta që na mund. Nëse simetria midis materies dhe antimaterisë është aq themelore, aq e koduar në strukturën e matematikës, atëherë çdo shkelje asaj simetrie duhet të jetë edhe më themelore. Duhet të ekzistojë një arsye e thellë, e fshehur në shtresat më të thella të realitetit, pse universi preferoi materie. Dhe kjo na çon në një nga eksperimentet më ambicioze që po kryen tani, matja e gravitetit të antimateries. Në CERN, eksperimenti Alpha po përpiqet të përgjigjë një pyetje që tinglon e thjesht, por që mund të trondit themelet e fizikës. A bie antimateria poshtë apo lart? A tërhiqet ajo nga toka si materia normale, apo a shtyn ajo larg? Sipas relativitetit të përgjithshëm të Einsteinit, antimateria duhet të bjerë poshtë saktësisht si materia. Por nëse ka një dalim, edhe një dalim i vogël, kjo do të thotë se graviteti nuk është plotësisht i njëjtë për materie dhe antimaterie. Dhe kjo do të ishte një revolucion. Imagjinoni për një moment se antimateria bie lart. Kjo do të thotë se ajo ka masë negative në fushën gravitacionale. Kjo do të shpjegonte pse universi u zgjerua aq shpejt në momentet e para. Antimateria do të kishte shtyrë larg, duke krijuar një forcë shtytse që do të kishte nxitur zgjerimin. Dhe kur antimateria u anihilua, ajo forcë shtytse u zhduk, duke lënë pas vetëm materie që tërhiqet reciprokisht. Por kjo është ende spekulim. Eksperimenti Alpha nuk ka matur ende një devijim të qartë nga rënia normale, dhe shumica e fizikanëve presin se antimateria do të bjerë poshtë, saktësisht si parashikon Einsteini. Por fakti që ne po e testojmë këtë, fakti që ne nuk po e marrim për të mirëqenë, tregon se sa thellë shkon ky mister. Tani le të bëjmë një udhtim mendor. Le të imagjinojmë se mund të udhtonim në kohë, jo vetëm disa sekonda pas Big Bangut, por në momentin sakt kur asimetria u krijua. Universi është 1 trilion të 1 trilion të 1 sekonde i vjetër. Temperatura është aq e lartë sa koncepti i grimcave, sikur nuk ka kuptim.
Gjithçka është një plazmë me kuarkëve, gluonëve, leptonëve, bozonëve, duke u krijuar dhe duke u anihiluar me shpejtësi të çmendur. Çdo pikë e hapësirës është një furtunë e energjisë së pastër, dhe diku në atë kaos diçka ndodh. Një proces që ne ende nuk e kuptojmë plotësisht. Ndoshta neutrinos të rënda po zbërthehen duke krijuar pak më shumë leptone se antileptone. Ndoshta ka një fushë skalare, një lloj energjie që mbush gjithë hapësirën, që ndërvepron ndryshe me materie dhe antimaterie. Ndoshta ka dimensione ekstra të fshehura nga perceptimi ynë, ku antimateria po rrjedh larg. Çfarëdo që është, rezultati është i njëjtë. Për çdo 1 miliard çifte grimkash që krijohen, ka një grimc ekstra materie, 1 në 1 miliard. Kjo është një asimetri aq e vogël sa në çdo vëzhgjim lokal, në çdo rajon të vogël të hapësirës, ajo do të dukej si një luhatje e rastësishme. Por kur e mesatarizon në të gjithë universin, kur e integron në të gjithë hapësirën dhe kohën, ajo bëhet një fakt i pashmangshëm. Dhe pastaj, ndërsa universi zgjerohet dhe ftohet, ajo asimetri e vogël amplifikohet. Grimcat dhe antigrimcat fillojnë të anihilohen. Një kuark takon një antikuark, shpërthimi dritës. Një elektron takon një pozitron, zhdukje totale. Dhe kështu vazhdoi, triliona herë në çdo pikë të hapësirës, derisa pothuajse gjithçka u shndërrua në rrezatim. Por ai një ekstra mbeti. Dhe kur anihilimi përfundoi, kur temperatura ra në 1 miliard grad, kuarkët që mbijetuan u kombinuan në protone dhe neutrone. Dhe ato protone dhe neutrone, 3 minuta pas Big Bangut, filluan të bashkohen në bërthamat e lehta, deuterium, helium, një grim litium. Kjo quhet nukleosinteza e Big Bangut dhe është një nga parashikimet më të suksesshme të kozmologjisë moderne. Ne mund të llogarisim saktësisht sa helium, sa deuterium, sa litium duhej të krijohej në ato minuta të para. Dhe kur ne shikojmë në yjet më të vjetër, në galaktikat më të largëta, ne gjejmë saktësisht ato sasi. Është një konfirmim i mahnitshëm se modeli ynë i universit të hershëm është i saktë. Por ai model varet nga asimetria. Nëse nuk do të kishte asimetri, nuk do të kishte protone dhe neutrone që të kombinoheshin. Nuk do të kishte nukleosintez, nuk do të kishte helium, nuk do të kishte litium, nuk do të kishte asnjë element përveç rrezatimit të pastër. Dhe kjo na sjell në një realizim të çuditshëm. Çdo atom helium në universin ton, çdo atom që ju merr një frym kur zhyteni në ujë, çdo atom që mbush një balon, është një dëshmi e drejtë për drejtë e asaj asimetrie. Helium nuk është thjesht një element, është një fosil kozmik, një mbetje nga momentet e para të krijimit. Tani le të shkojmë edhe më tej. Le të mendojmë për atë që ndodhi pas nukleosintezës. Për 400.000 vjet, universi ishte i papërshkueshëm nga drita. Ishte aq i nshehtë sa elektronët nuk mund të qëndronin të lidhur me bërthama. Çdo herë që një foton përpiqej të udhëtonte, ajo përplasej me një elektron të lirë dhe shpërndahej. Universi ishte si një mjegu dhe dendur, e errët, edhe pse ishte plot me dritë. Por pastaj, ndërsa temperatura ra në 3000 grad, diçka e mrekullueshme ndodhi. Elektronët filluan të kapen nga bërthama. Hidrogjen neutral u formua. Dhe papritur, drita mund të udhëtonte lirshëm. Universi u bë transparent. Ajo dritë, e lëshuar 400.000 vjet pas Big Bangut, ende udhëton nëpër univers. Dhe ne detektojmë atë si rrezatimin kozmik të sfondit të mikrovalve. Por për shkak të zgjerimit të universit, ajo dritë është zgjatur, është vendosur drejt valve më të gjata. Ajo që dikur ishte dritë e dukshme, portokalli dhe e kuqe, tani është rrezatim mikroval, i padukshëm për syrin njerëzor, por i detektueshëm nga antenat të ndjeshme. Dhe kur ne hartojmë atë rrezatim, ne shohim diçka të mahnitshme. Ai nuk është plotësisht uniform. Ka pika të vogla më të nxehta dhe më të ftohta, luhatje në temperaturë prej vetëm disa pjesë në 100.000. Këto luhatje janë farat e strukturës kozmike. Rajonet pak më të densa tërhoqen më shumë materie, duke u rritur në galaktika dhe grumbuj galaktikash. Rajonet pak më pak të densa u bën boshëllëqe kozmike. Por këtu është pjesa kritike. Ato luhatje,
ato fara të strukturës, u krijuan nga luhatje kuantike në universin shumë të hershëm, të amplifikuara nga zgjerimi i shpejt i quajtur inflacion. Dhe ato luhatje kuantike ndodhen në materie, jo në antimaterie, sepse antimateria tashmë ishte zhdukur. Pra, çdo galaktik që shihni në qiell, çdo yll, çdo planet, çdo strukturë në univers, ekziston sepse asimetria krijoi materie që mund të formonte ato struktura. Pa asimetri, universi do të ishte një sup uniform i rrezatimit, duke u zgjeruar përgjithmonë, duke u ftohur përgjithmonë, pa asnjë strukturë, pa asnjë kompleksitet, pa asnjë jetë. Dhe kjo na çon në një nga pyetjet më të thella të kozmologjisë moderne. A është asimetria materie-antimaterie e lidhur me inflacionin? Inflacioni është teoria se universi në 1 trilionth të 1 trilionth të 1 trilionth të sekondës pas Big Bangut u zgjerua me një shpejtësi eksponenciale, duke u rritur nga më i vogël se një atom në më të madh se një portokal në një kohë më të shkurtër se sa duhet për të thënë fjalën tani. Kjo zgjerim i çmendur zgjidh disa probleme në kozmologji. Pse universi është aq uniform? Pse ai është aq i sheshtë? Pse ne nuk shohim monopole magnetike? Por inflacioni gjithashtu amplifikoi luhatjet kuantike, duke i zhderruar ato në luhatje klasike që u bën farat e galaktikave. Dhe disa fizikanë kanë propozuar se i njëjti mekanizëm që shkaktoi inflacionin mund të ketë shkaktuar edhe asimetrin materie-antimaterie. Ideja është kjo. Gjatë inflacionit ekzistonte një fushë skalare e quajtur inflaton që drejtonte zgjerimin. Kur inflacioni përfundoi, ajo fushë zbërthehej në grimca. Dhe nëse ajo fushë kishte një lidhje me sektorin e leptoneve, nëse ajo zbërthehej në mënyrë të ndryshme në leptone dhe antileptone, atëherë ajo mund të kishte krijuar asimetrin. Kjo quhet leptogjenez nga inflacioni dhe është një ide elegante sepse ajo lidh dy nga misteret më të mëdha të kozmologjisë në një mekanizëm të vetëm. Por është gjithashtu shumë spekuluese. Ne nuk kemi asnjë provë të drejtë për drejtë se inflacioni ndodhi, edhe pse provat indirekte janë të forta. Dhe ne nuk kemi asnjë provë se inflacioni ishte i lidhur me asimetrin. Por këtu është arsyeja pse kjo ide është tërheqëse. Ajo shpjegon pse asimetria është e njëjtë kudo në univers. Nëse asimetria u krijua gjatë inflacionit, atëherë ajo u zgjerua bashkë me hapësirën, duke u bërë uniforme në të gjithë universin e vëzhgueshëm. Kjo do të shpjegonte pse ne nuk shohim rajone të mëdha antimaterie, sepse asimetria ishte globale që nga fillimi. Tani, le të mendojmë për diçka edhe më të çuditshme. Çfarë ndodh me antimaterie në vrima të zeza? Kur një yll masiv kolapson, ai formon një vrim të zezë, një rajon i hapësirës ku graviteti është aq i fortë sa asgjë, as drita nuk mund të shpëtojë. Çdo gjë që bie në një vrim të zezë zhduket në universi i vëzhgueshëm. Por çfarë ndodh me informacionin për atë që ra? Nëse një atom hidrogjen bie në një vrim të zezë dhe një atom antihidrogjen bie në të njëjtën vrim të zezë, a mund të dalloni ndryshimin? Sipas teoremës së pa flok të vrimave të zeza, përgjigja është jo. Një vrim e zezë karakterizohet vetëm nga 3 sasi: masa e saj, ngarkesat e saj elektrike dhe rrotullimi i saj. Asgjë tjetër. Nuk ka mënyrë për të ditur nëse ajo u formua nga materie apo antimaterie, nga hidrogjen apo antihidrogjen, nga yje apo nga re të errta. Kjo quhet paradoksi i informacionit të vrimës së zezë dhe është një nga problemet më të mëdha në fizikën teorike. Nëse informacioni vërtet zhduket në vrima të zeza, kjo shkel parimet themelore të mekanikës kuantike, por nëse informacioni ruhet, atëherë ai duhet të dalë disi nga vrima e zezë, ndoshta nëpërmjet rrezatimit Hawking. Dhe këtu është lidhja me asimetrin materie-antimaterie. Nëse vrimat të zeza mund të harrojnë ndryshimin midis materies dhe antimateris, atëherë ndoshta ato mund të jenë një mekanizëm për të krijuar apo shkatërruar asimetri. Ndoshta në universin shumë të hershëm, vrimat të zeza primare, të formuara nga luhatje të dëndësisë, gëlltiten më shumë antimaterie se materie, ose anasjeltas. Por kjo është shumë spekuluese. Ne nuk kemi asnjë provë se vrima të zeza primare ekzistojnë në sasi të mjaftueshme për të ndikuar në asimetrin. Dhe ne nuk kemi asnjë mekanizëm të qartë
se si ato do të preferonin antimaterie mbi materie. Pra, ne kthehemi përsëri në pyetjen themelore. Ku shkoi antimateria? Le të shqyrtojmë një perspektivë tjetër. Le të mendojmë për asimetrinë jo në hapësirë, por në kohë. Një nga parimet themelore të fizikës është kthyeshmëria e kohës. Ligjet e Newtonit, ligjet e Maxwellit, madje edhe ekuacionet e Schrödingerit, të gjitha funksionojnë njësoj nëse ju e ktheni kohën mbrapsht. Nëse ju e regjistroni një përplasje grimkash dhe e luani atë mbrapsht, ajo ende duket si një proces fizik i vlefshëm. Por ka një përjashtim. Shkelja e simetrisë CP që ne kemi diskutuar. Kur ju kombinoni konjugimin e ngarkesës me pasqyrimin e hapësirës dhe pastaj e ktheni kohën mbrapsht, ligjet e fizikës ndryshojnë. Ka një shigjet kohe të koduar në ndërveprimet e dobta. Dhe kjo na sjell në një realizim të çuditshëm. Asimetria materie-antimaterie nuk është vetëm një asimetri në hapësirë, është gjithashtu një asimetri në kohë. Universi ka një drejtim preferuar kohor, një shigjet që tregon nga e kaluara drejt së ardhmes, dhe ajo shigjet është e lidhur me asimetrinë. Por ka një shigjet tjetër kohe që ne të gjithë e përjetojmë, shigjeta termodinamike. Kjo është ideja se entropia, çrregullimi, gjithmonë rritet me kalimin e kohës. Një gotë e thyer nuk riparon veten. Një vezë e përzier nuk shpërbëhet. Ngjehtësia rrjedh nga objektet e nxehta në ato të ftohta, kur anasjelltas. A janë këto dy shigjeta kohe të lidhura? A është asimetria materie-antimaterie disi e lidhur me rritjen e entros? Disa fizikan kanë argumentuar se po. Ata thonë se në universin shumë të hershëm, kur gjithçka ishte në ekuilibër termik, nuk kishte asnjë shigjet kohe. Por kur asimetria u krijua, kur universi u largua nga ekuilibri, ajo krijoi një drejtim preferuar. Dhe ajo drejtim u bë shigjeta termodinamike që ne përjetojmë. Por kjo është ende e diskutueshme. Shumica e fizikanëve mendojnë se shigjeta termodinamike vjen nga kushtet fillestare të universit, nga fakti se Big Bangu filloi në një gjendje të entros shumë të ulët. Dhe asimetria materie-antimaterie është një fenomen i veçantë, i pavarur. Por fakti që ne po diskutojmë këto lidhje tregon se sa thellë shkon ky mister. Ai prek çdo aspekt të fizikës, mekanikën kuantike, relativitetin, termodinamikën, kozmologjinë. Ai është një fije që kur e tërheq, zbërthen tërë arazinë e kuptimit ton për realitetin. Tani le të kthehemi në eksperimentet moderne dhe të shohim se çfarë po mësojmë. Në Japoni, eksperimenti T2K ka matur tani mbi 100 raste të oscilimit të neutrinove, dhe të dhënat sugjerojnë, edhe pse jo përfundimisht, se ka një shkelje e CP në sektorin e neutrinove. Neutrinos dhe antineutrinos duket se oscilojnë me shpejtësi pak të ndryshme. Nëse kjo konfirmohet, do të jetë një hap i madh drejt kuptimit të leptogjenezës. Por edhe nëse e konfirmojmë shkeljen e CP në neutrinos të lehta, ne ende nuk do të dimë nëse ajo është e mjaftueshme për të shpjeguar asimetrinë. Për këtë, ne do të duhet të matim parametrat të tjerë, hierarkinë e masave të neutrinove, fazën e shkeljes së CP, masat absolute të neutrinove. Dhe këto matje kërkojnë eksperimente edhe më të mëdha, më të ndjeshme. Eksperimenti Dune, që pritet të fillojë të marrë të dhëna në fillim të viteve 30, do të jetë një hap gjigant përpara. Ai do të gjuajë një rreze neutrinosh nga Fermilab në Illinois drejt një detektori gjigant në Dakota e Jugut, 1300 km larg. Detektori do të jetë i mbushur me 40.000 ton argon të lënshëm dhe do të jetë në gjendje të detektojë edhe ndërveprimet më të rralla të neutrinove. Nëse Dune gjen një shkelje të madhe të CP, nëse ai mat parametrat e duhur, ne do të kemi një rast shumë më të fortë për leptogjenezë. Por edhe atëherë, ne nuk do të kemi një provë të drejtë për drejtë. Ne do të kemi vetëm prova indirekte, një rast rrethanor. Dhe kjo është natyra e shkencës në kufijtë e saj. Ne rrallë kemi prova definitive. Ne kemi vetëm prova që grumbullohen, që ndërtojnë një rast, që na bëjnë gjithnjë më të sigurt për teorinë tonë. Por ndërsa ne presim ato eksperimente, le të mendojmë për atë që tashmë e dim me siguri. Ne e dim se antimateria ekziston. Ne e kemi krijuar atë, e kemi studiuar atë, e kemi mbajtur atë për orë të tëra.
Ne e dim se ajo sillet saktësisht si materia përveç se ka ngarkesë të kundërt. Ne e dim se kur ajo takon materie, ato anihilohen në një shpërthim të pastër energjie. Ne e dim se universi është bërë pothuajse plotësisht nga materia. Ne e dim se raporti midis materies dhe rrezatimit është rreth një grimc për çdo 1 miliard fotone. Ne e dim se ky raport është i njëjtë kudo që shikojmë, në çdo drejtim, në çdo largësi. Ne dim se ligjet e fizikës shkelin simetrinë CP. Ne kemi matur këtë shkel në kaon, në mezon B dhe ndoshta në neutrinos. Ne dim se kjo shkel është e vogël, por ajo është atje. Dhe ne dim se në universin shumë të hershëm, kur temperatura ishte mbi 1 trilion grad, grimcat po krijoheshin dhe po zbërtheheshin me shpejtësi të çmendur, dhe diçka krijoi një asimetri të vogël që u amplifikua në materie që shohim sot. Këto janë fakte, këto nuk janë spekulime. Këto janë të dhëna të forta, të konfirmuara nga eksperimente të shumta, nga vëzhgjime të pavarura. Por arsyeja e thellë pse kjo asimetri ekziston, mekanizmi i saktë që e krijoi atë, grimcat specifike që ishin përgjegjëse, këto janë ende mister. Dhe ndoshta, në fund, kjo është mësimi më i rëndësishëm i shkencës, se ka gjëra që ne i dim me siguri dhe ka gjëra që ne ende nuk i dim. Dhe kufiri midis tyre është gjithmonë në lëvizje, gjithmonë duke u zgjeruar, ndërsa ne bëjmë më shumë eksperimente, ndërsa ne mbledhim më shumë të dhëna, ndërsa ne ndërtojmë teori më të mira. Por edhe në mungesë të një përgjigje përfundimtare, ne mund të vlerësojmë bukurinë e pyetjes. Ne mund të habitemi nga fakti se universi, në të gjithë kompleksitetin e tij, në të gjitha asimetritë e tij, krijoi kushtet për ekzistencën tonë. Çdo atom në trupin tuaj është një dëshmi e asaj asimetrie të vogël. Çdo frymëmarrje që merrni, çdo mendim që keni, çdo ndjenjë që përjetoni, është e mundur sepse 13 miliardë 800 milion vjet më parë, në një moment që zgjati më pak se 1 trilionth të sekondës, diçka krijoi një tepriç të vogël të materies. Një pjesë në 1 miliard. Kaq ishte diferenca midis ekzistencës dhe mos ekzistencës. Midis një universi të mbushur me yje dhe galaktika dhe jetë, dhe një universi që ishte vetëm dritë e pastër, duke u zgjeruar përgjithmonë në errësirë dhe ftoje. Dhe ne jemi këtu, 13 miliardë 800 milion vjet më vonë, duke bërë pyetje për atë moment, duke përpiqur të kuptojmë se çfarë ndodhi, duke kërkuar të zbulojmë misteret më të thella të natyrës. Kjo është trashëgjimia e asaj asimetrie të vogël. Jo vetëm materia, por kurreshtja. Jo vetëm ekzistenca, por kërkimi i kuptimit. Jo vetëm universi, por pyetjet që ne bëjmë për të. Dhe ndoshta, në fund, kjo është përgjigjja më e thellë, se ne ekzistojmë jo pavarësisht nga asimetria, por për shkak të saj. Se ajo asimetri e vogël, ai gabim kozmik, nuk ishte një defekt, ishte një veçori, ishte kushti i nevojshëm për gjithçka që ne vlerësojmë. Dhe tani, ndërsa ne vazhdojmë kërkimin ton, ndërsa ne ndërtojmë eksperimente më të mëdha, ndërsa ne mbledhim të dhëna më të sakta, ne po afrohemi me kuptimin e plot të asaj që ndodhi në ato momente të para. Por çfarëdo përgjigje që gjejmë, ajo do të ngreh pyetje të reja, sepse kjo është natyra e shkencës. Çdo përgjigje është një derë që hapet në një dhomë të re plot me pyetje. Dhe kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë. Jo sepse ne presim të gjejmë një përgjigje përfundimtare, por sepse vetë kërkimi, vetë procesi i zbulimit është ajo që na bën njerëzor. Ne jemi grimcat e universit që po përpiqen të kuptojnë veten. Ne jemi mënyra se si universi po bëhet i vetëdijshëm për ekzistencën e tij, për historinë e tij, për misteret e tij. Dhe kjo, ndoshta, është kuptimi më i thellë i asimetrisë materie-antimaterie. Se ajo nuk është vetëm një fakt fizik, është një fakt ekzistencial. Është arsyeja pse ne jemi këtu, për ta bërë këtë pyetje. Në vitin 2023, një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh në CERN arriti diçka që dukej si shkencë fantastike. Ata matën për herë të parë spektrin optik të antimateries me një precicion prej 1 pjese në 1 trilion. 1 trilion. Imagjinoni këtë. Ju po krahasoni një atom hidrogen me një atom antihidrogen
dhe ju po kërkoni një ndryshim aq të vogël sa do të ishte si të përpiqeshit të gjenit një kokër rëre të humbur diku në të gjithë Saharan. Dhe çfarë gjetën ata? Asgjë. Asnjë ndryshim, asnjë asimetri. Pasqyra ishte e përsosur. Por këtu është paradoksi që na çon në kufijtë e kuptimit ton. Nëse pasqyra është kaq e përsosur në çdo matje që ne mund të bëjmë, atëherë pse universi nuk është një pasqyrë e përsosur? Pse ekziston fare diçka në vend të asgjëje? Le të jemi plotësisht të sinqert për një moment. Unë e kuptoj saktësisht se çfarë po mendoni tani. Ju po dëgjoni për eksperimente në CERN, për neutrino dhe leptogenez, për shkelje të simetrisë CP, dhe një pjesë e juaj po thotë: kjo tinglon si pseudoshkencë, kjo tinglon si spekulim i egër i mbështjel në jargon teknik. Dhe e dini çfarë? Kjo dyshim është plotësisht e arsyeshme. Sepse këtu është e vërteta që shumë shkencëtar nuk e pranojnë mjaftueshëm. Ne nuk e dim përgjigjen. Pas të gjitha këtyre eksperimenteve, pas të gjitha këtyre teorive elegante, pas dekada shkërkimi, ne ende nuk mund t'ju tregojmë me siguri të plot ku shkoi antimateria. Por ka një ndryshim kritik midis pseudoshkencës dhe shkencës së vërtet në kufijtë e saj. Pseudoshkenca pretendon se ka përgjigje, shkenca e vërtet pranon se nuk i ka. Pseudoshkenca shpik shpjegime që nuk mund të testohen. Shkenca e vërtet ndërton hipoteza që mund të provohen të gabuara. Pseudoshkenca fshihet pas kompleksitetit. Shkenca e vërtet e përdor kompleksitetin për të bërë parashikime të sakta që mund të verifikohen. Dhe këtu është ajo që ne e dim me siguri absolute, të konfirmuar nga mijëra eksperimente të pavarura. Antimateria ekziston. Ajo krijohet çdo ditë në akselerator grimkash. Ajo krijohet në natyrë nga rrezet kozmike. Ajo përdoret në mjekësi, në skanerët PET që shpëtojnë jetë duke zbuduar kancerin. Kur një pozitron takon një elektron në trupin tuaj gjatë një skaneri PET, ato anihilohen, duke prodhuar durreze gama që detektohen nga makina. Kjo nuk është teori. Kjo është teknologji që funksionon çdo ditë në mijëra spitale në mbar botën. Ne gjithashtu e dim me siguri absolute se universi është bërë pothuajse plotësisht nga materia. Çdo yll që ne kemi studiuar, çdo galaktik që ne kemi vëzguar, çdo re gazi që ne kemi analizuar, të gjitha janë bërë nga materia, jo nga antimateria. Nëse do të kishte galaktika antimaterie, ne do të shihnin një sinjal karakteristik në kufijtë ku ato takojnë galaktikat e materies. Ne kemi kërkuar atë sinjal për dekada, nuk është atje. Dhe ne e dim se ligjet e fizikës shkelin simetrin midis materies dhe antimateris. Kjo nuk është spekulim. Kjo është një fakt i matur, i konfirmuar në laborator të ndryshëm, duke përdorur metoda të ndryshme nga ekipe të ndryshme shkencëtarësh. Shkelja është e vogël, por ajo është reale. Pra, këtu është ajo që ne nuk e dim. Mekanizmin e saktë që shndërroi atë shkelë të vogël në asimetrin masive që shohim sot. Ne kemi teori, ne kemi kandidat, por ne nuk kemi ende provën përfundimtare. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca është e bukur, sepse ajo nuk pretendon se di gjithçka. Ajo pranon kufijtë e saj. Ajo thot: këtu është ajo që ne e dim, këtu është ajo që ne mendojmë, dhe këtu është se si ne do ta testojmë ata. Tani, le të shkojmë në kulmin e kësaj historie. Le të shohim se sa larg na ka çuar ky kërkim dhe çfarë na tregon ai për natyrën e realitetit. Imagjinoni se po qëndroni në majt e një mali duke parë horizontin. Në çdo drejtim që shikoni, ju shihni galaktika. Miliarda e miliarda prej tyre, secila e mbushur me qindra miliarda yje. Dhe çdo yll, çdo planet, çdo atom në të gjitha të pamjet të pafund është bërë nga materia që mbijetoi nga ajo betejë kozmike 13 miliard e 800 milion vjet më parë. Por këtu është pjesa që duhet t'ju bëj të ndaleni. Ajo pamje e pafund nuk është e pafund. Ka një kufi për atë që ne mund të shohim. Drita nga galaktikat më të largëta ka udhëtuar për pothuajse të gjithë moshën e universit për të arritur tek ne. Përtej atij kufiri, ka rajonet universit që drita e tyre nuk ka pasur kohë të na arrijë ende. Ato rajone ekzistojnë, por ato janë përtej horizontit ton të vëzhgueshëm. Dhe këtu është pyetja që duhet ta bëjë çdo shkencëtar të ndalet. Çfarë ndodh në ato rajone?
A është asimetria e njëjtë atje? A është raporti midis materies dhe antimateris 1 në 1 miliard kudo në univers, apo vetëm në pjesën që ne mund të shohim? Nëse inflacioni ndodhi, nëse universi u zgjerua me shpejtësi eksponenciale në ato momente të para, atëherë çdo asimetri që u krijua do të ishte zgjatur në të gjithë universin, duke u bërë uniforme në shkallë shumë më të madhe se horizonti i vëzhgueshëm. Kjo do të thotë se asimetria është e njëjtë kudo, edhe në rajonet që ne nuk mund t'i shohim kurrë. Por nëse inflacioni nuk ndodhi, ose nëse ai ndodhi ndryshe nga ajo që ne mendojmë, atëherë mund të ketë rajone të ndryshme me asimetri të ndryshme. Mund të ketë rajone ku antimateria dominon. Mund të ketë rajone ku raporti është i ndryshëm. Mund të ketë një multivers i vërtet, jo vetëm në kuptimin e universeve të ndryshme me ligje të ndryshme, por në kuptimin e rajoneve të ndryshme të njëjtit univers me historia të ndryshme. Por këtu është problemi. Ne nuk mund ta testojmë këtë. Nëse ato rajone janë përtej horizontit ton të vëzhgueshëm, atëherë asnjë sinjal nga ato nuk mund të na arrijë kurrë. Ato janë në një kuptim shumë real jashtë universit ton shkencor. Ato mund të ekzistojnë, por ne nuk mund ta dimë kurrë. Dhe kjo na sjell në një nga pyetjet më të thella në filozofinë e shkencës. Çfarë do të thotë të dish diçka nëse nuk mund ta testosh atë? Le të shkojmë edhe më thellë. Le të mendojmë për atë që asimetria na tregon për natyrën e kohës. Kur fizikanët flasin për shigjetën e kohës, ata zakonisht flasin për entropinë, për faktin se çrregullimi rritet. Por ka një shigjet tjetër kohe, më e fshehtë, më e thellë. Shigjeta e asimetrisë. Në universin shumë të hershëm, kur temperatura ishte mbi 1 trilion grad, grimcat po krijoheshin dhe po zbërtheheshin me shpejtësi të çmendur. Çdo proces kishte një proces të kundërt. Çdo krijim kishte një anihilim. Universi ishte në një lloj ekuilibri dinamik ku gjithçka po ndodhte, por asgjë nuk po ndryshonte në mënyrë neto. Por pastaj, diçka e theu atë ekuilibër. Proceset që krijonin materie filluan të dominonin pak mbi proceset që krijonin antimaterie. Ishte një devijim i vogël, një asimetri e vogël, por ishte e mjaftueshme. Dhe ajo asimetri krijoi një drejtim, një shigjet që tregonte nga një gjendje në një tjetër. Kjo është arsyeja pse disa fizikanë argumentojnë se asimetria materie-antimaterie është e lidhur me shigjetën termodinamike të kohës, sepse të dyja përfaqësojnë një largjim nga ekuilibri, një krijim të drejtimit në një univers që përndryshe do të ishte pa drejtim. Por këtu është pjesa që vërtet duhet t'ju bëj të mendoni. Ajo shigjet kohe, ajo drejtim, është arsyeja pse ju mund të kujtoni të kaluarën, por jo të ardhmen. Është arsyeja pse ju plakeni, pse gjërat prishen, pse asgjë nuk zgjat përgjithmonë. Është në një kuptim shumë real, arsyeja pse ekziston historia. Pa atë shigjet, pa atë drejtim, universi do të ishte një sup i përjetshëm i grimcave duke u krijuar dhe duke u anihiluar, pa asnjë progres, pa asnjë ndryshim, pa asnjë histori. Nuk do të kishte të kaluar dhe të ardhme, do të kishte vetëm një tani i përjetshëm. Por asimetria krijoi një të kaluar, apo krijoi një moment kur diçka ndryshoi, kur universi u largua nga ekuilibri dhe filloi një udhtim drejt kompleksitetit, drejt strukturës, drejt jetës. Tani le të shkojmë në kulmin absolut të kësaj historie. Le të shohim se çfarë po ndodh në kufijtë e shkencës moderne, në eksperimentet që po kryhen tani, në këtë moment. Në CERN, Large Hadron Collider po përplas protone me energji prej 14 trilion elektron-volt. Çdo përplasje krijon një mini Big Bang, një plazmë të kuarkëve dhe gluonëve që ekziston për më pak se 1 trilionth të sekondës para se të ftohet në grimca normale. Dhe në atë plazmë, për një moment të shkurtër, shkencëtarët po rikrijojnë kushtet që ekzistonin në universin e hershëm. Çdo vit, LHC krijon miliarda përplasje. Çdo përplasje regjistrohet nga detektor gjigant që përmbajnë miliona sensor. Çdo sensor gjeneron të dhëna që analizohen nga algoritme komplekse. Dhe shkencëtarët po kërkojnë diçka specifike, një devijim të vogël, një asimetri të vogël që mund të shpjegojë misterin. Deri tani, ata nuk e kanë gjetur atë.
Çdo matje konfirmon modelin standard me precicion të frikshëm. Por çdo matje gjithashtu tregon se modeli standard nuk është i plot. Sepse modeli standard nuk shpjegon asimetrin. Ai parashikon shkelje të vogla të simetrisë CP, por jo të mjaftueshme. Pra, duhet të ketë diçka përtej, diçka që ne ende nuk e kemi zbuluar. Në Japoni, eksperimenti Hyper Kamiokande, pasardhësi i Super Kamiokande, po ndërtohet tani. Ai do t'jetë 5 herë më i madh se parardhësi i tij, i mbushur me 125.000 ton ujë të pastër. Kur një neutrin kalon nëpër atë ujë dhe ndërvepron me një atom, ai krijon një shkëlqim të vogël drite, një rrezë Cherenkov që detektohet nga mijëra fotomultiplikator në muret e tankut. Hyper Kamiokande do të studiojë oscilimin e neutrinove me precicion të papar. Ai do të kërkojë shkeljen e simetrisë CP në sektorin e neutrinove. Ai do të matë parametrat që mund të na tregojnë nëse leptogjeneza është e mundur. Por edhe nëse ai gjen shkeljen e CP, edhe nëse ai matë parametrat e duhur, ne ende nuk do të dimë me siguri nëse leptogjeneza shkaktoi asimetrin. Sepse neutrinos që ne studiojmë janë të lehta, me masa prej vetëm disa elektronvolt. Neutrinos që mund të kenë shkaktuar leptogjenezën janë të rënda, me masa ndoshta prej triliona elektronvolt. Ato janë aq të rënda sa ne nuk mund t'i krijojmë ato në asnjë akselerator që ekziston, ose që mund të ndërtojmë në të ardhmen e parashikueshme. Pra, ne jemi të blokuar në një situatë të çuditshme. Ne kemi një teori që shpjegon asimetrin, por ne nuk mund ta testojmë drejt për drejt. Ne mund të kërkojmë prova indirekte, shenja të vogla që sugjerojnë se teoria është e saktë. Por ne nuk mund të kemi kurrë provën përfundimtare që do të na jepte një eksperiment i drejt për drejt. Dhe kjo është realiteti i shkencës në kufijtë e saj. Ne shpesh duhet të gjykojmë midis teorive bazuar në bukurinë e tyre, në aftësinë e tyre për të shpjeguar shumë fakte me pak supozime, në konsistencën e tyre me gjithçka tjetër që ne e dim. Ne rrallë kemi luksin e një prove definitive, por kjo nuk do të thotë se ne nuk po bëjmë progres. Çdo eksperiment i ri na jep më shumë informacion. Çdo matje e re na kufizon teorinë. Çdo zbulim i ri na afron me të vërtetën, edhe nëse ne nuk mund të arrijmë kurrë plotësisht atë. Tani, le të bëjmë diçka të pazakontë. Le të shkojmë në kulmin absolut të shkallës, në pamjen më të madhe të mundshme. Imagjinoni se mund të dilnit jashtë universit ton, të shihni atë nga jashtë si një objekt. Çfarë do të shihnit? Ju do të shihnit një sferë në zgjerim, një flusk hapësire kohe që po rritet me shpejtësi të madhe. Brenda asaj flusk ka rreth 2 trilion galaktika, secila me qindra miliarda yje. Dhe çdo yll, çdo planet, çdo atom në të gjitha të flusk është bërë nga materia që mbijetoi nga ajo asimetri e vogël. Por këtu është pjesa që vërtet duhet t'ju bëj të ndaleni. Ajo flusk nuk është e vetme. Sipas teorisë së inflacionit të përjetshëm, universi ynë është vetëm një flusk në një oqean të pafund fluskash. Çdo flusk është një univers i veçantë, me ligje të veta të fizikës, me konstante të veta, me asimetri të veta. Në disa nga ato flusk, asimetria është 0. Ato univers janë bosh, të mbushura vetëm me rrezadim. Në disa të tjera, asimetria është shumë e madhe. Ato univers kolapsuan në veten e tyre para se të mund të formoheshin yje. Por në universin ton, asimetria është saktësisht e drejtë. Një pjesë në 1 miliard. As shumë e madhe, as shumë e vogël. Pikrisht ajo që duhet për të lejuar formimin e yjeve, planetve, jetës, vetdijes. Dhe këtu është pyetja që duhet ta bëjë çdo person të mendojë. A është kjo një rastësi? Apo a është diçka më e thellë? Parimi antropik thotë se ne vëzhgojmë një univers me këtë asimetri të veçantë, sepse vetëm në një univers të tillë mund të ekzistojmë vëzhgues. Në universin ku asimetria është 0, nuk ka askush për ta vëzhguar atë. Në universin ku asimetria është shumë e madhe, nuk ka kohë për të voduar jetë para se universi të kolapsojë. Vetëm në universin me asimetrinë e drejtë mund të ketë qenie që bëjnë pyetje për asimetrinë. Por kjo shpjegim nuk kënaq shumë njerëz. Aho tingëllon si një rreth vicioz. Ne ekzistojmë
sepse universi lejon ekzistencën tonë. Dhe universi lejon ekzistencën tonë sepse ne ekzistojmë për ta vëzhguar atë. Por ndoshta kjo është e vërteta. Ndoshta nuk ka një shpjegim më të thellë. Ndoshta asimetria është thjesht një fakt i rastësishëm i universit tonë, një nga parametrat e pafund që mund të marrin vlera të ndryshme në universe të ndryshme. Ose ndoshta ka diçka më të thellë. Ndoshta ka një teori përfundimtare që shpjegon pse asimetria ka vlerën që ka, pse ligjet e fizikës janë si janë, pse universi ekziston fare. Por edhe nëse ne gjejmë atë teori, ajo do të ngreh pyetje të reja, sepse çdo përgjigje në shkencë është një derë që hapet në një dhomë të re, plot me pyetje. Tani le të kthehemi në tokë, në këtë moment, në këtë realitet. Ju po lexoni këto fjalë. Çdo atom në syrin tuaj që po percepton dritën, çdo neuron në trurin tuaj që po përpunon informacionin, çdo molekul në trupin tuaj që po ju mban gjallë, është bërë nga materia që mbijetoi nga ajo betejë kozmike. Ju jeni, në një kuptim shumë literal, një pasojë e asaj asimetrie. Nëse asimetria do të kishte qenë edhe pak më e vogël, nuk do të kishte mjaftueshëm materie për të formuar yje. Nëse do të kishte qenë edhe pak më e madhe, universi do të kishte qenë shumë i dendur dhe do të kishte kolapsuar para se të mund të evolonte jeta. Por asimetria ishte saktësisht e drejtë, dhe kjo është arsyeja pse ju ekzistoni. Çdo frymëmarrje që merrni përmban rreth 25 sekstilion molekula ajri. Çdo molekul përmban atome azoti dhe oksigjeni. Çdo atom u krijua në një yll që shpërtheu miliarda vjet më parë. Dhe çdo yll u formua nga materia që mbijetoi nga ajo asimetri. Ju jeni, në një kuptim shumë real, pluhur ylli. Por ju jeni gjithashtu diçka më shumë. Ju jeni mënyra se si universi po bëhet i vetëdijshëm për ekzistencën e tij. Për 13 miliardë 800 milion vjet, materia ka evoluar, nga kuark në protone, nga protone në atome, nga atome në molekula, nga molekula në qeliza, nga qeliza në organizma, nga organizma në qenie të vetëdijshme që mund të bëjnë pyetje për origjinën e tyre. Dhe tani, në këtë moment, në këtë planet të vogël që rrotullohet rreth një ylli mesatar në një galaktik mesatare në një univers të pafund, ka qenie që po studiojnë antimaterie në laborator, që po gjuajnë rreze neutrinosh nëpër tokë, që po përtlasin protone me energji të jashtëzakonshme. Të gjitha në një përpjekje për të kuptuar se pse ato ekzistojnë fare. Kjo është kulmi i historisë kozmike. Jo vetëm ekzistenca e materisë, por ekzistenca e vetëdijes. Jo vetëm universi, por kuptimi i universit. Dhe këtu është e vërteta përfundimtare që duhet ta kuptojmë. Ne nuk jemi spektator të rastësishëm në këtë univers. Ne jemi pjesë e historisë së tij. Ne jemi pasardhës të asaj asimetrie të vogël që ndodhi në momentin e parë. Ne jemi mënyra se si universi po eksploron veten, po bën pyetje për veten, po përpiqet të kuptojë veten. Çdo eksperiment që ne bëjmë, çdo teori që ne ndërtojmë, çdo zbulim që ne bëjmë, është një hap në atë kërkim. Dhe edhe nëse ne nuk gjejmë kurrë përgjigjen përfundimtare, edhe nëse misteri i asimetrisë mbetet i pasgjidhur, vetë kërkimi ka vlerë. Sepse në atë kërkim, ne po zbulojmë diçka të thellë për natyrën e realitetit. Ne po mësojmë se universi është më i çuditshëm, më i bukur, më i kompleks, se sa ne mund të kishim imagjinuar ndonjëherë. Ne po mësojmë se ligjet e natyrës nuk janë të thjeshta, por ato janë elegante. Se simetrit mund të shkelen, por vetëm në mënyra specifike. Se çdo grimc ka një pasqyrë, por universi zgjodhi njërën anë të pasqyrës. Ne po mësojmë se ekzistenca jon varet nga detajet e vogla, nga asimetrit e vogla, nga gabimet e vogla në strukturën e universit. Por ato gabime nuk janë defekte, ato janë veçori, ato janë kushtet e nevojshme për gjithçka që ne vlerësojmë. Dhe ndoshta në fund, kjo është mësimi më i thellë i asimetrisë materie-antimaterie, se universi nuk është i përsosur. Ai është i mbushur me asimetri, me imperfeksione, me devijime nga simetria ideale. Por ato imperfeksione janë ajo që e bën atë interesant. Ato janë ajo që e bën atë të gjallë.
Ato janë ajo që e bën atë të aftë për të krijuar jetë, vetdije, kuptim. Ne jemi produkti i një imperfeksioni kozmik. Por ai imperfeksion, ai gabim i vogël, krijoi mundësinë për gjithçka që ne jemi. Dhe kjo, ndoshta, është përgjigja më e thellë që ne mund të gjejmë. Jo një shpjegim shkencor i plot, por një kuptim filozofik. Se ekzistenca jon nuk është një aksident, por nuk është asnjë domosdoshmëri. Ajo është një mundësi që u realizua, një potencial që u aktualizua, një asimetri që u shndërrua në realitet. Dhe tani, 13 miliardë 800 milion vjet pas asaj asimetrie të vogël, ne jemi këtu, duke bërë pyetje, duke kërkuar përgjigje, duke përpiqur të kuptojmë se pse ne ekzistojmë fare. Kjo është trashëgimia e asaj 1 në 1 miliard. Kjo është kuptimi i asaj asimetrie të vogël. Jo vetëm materia, por misteri. Jo vetëm ekzistenca, por pyetja. Jo vetëm universi, por kërkimi për të kuptuar atë. Dhe ndërsa ne vazhdojmë atë kërkim, ndërsa ne ndërtojmë eksperimente më të mëdha, ndërsa ne mbledhim të dhëna më të sakta, ne po afrohemi me diçka të thellë. Jo vetëm me përgjigjen për asimetrin, por me një kuptim më të thellë të asaj që do të thotë të ekzistosh në një univers që lejon ekzistencën. Sepse në fund, kjo është pyetja më e madhe. Jo vetëm ku shkoi antimateria, por pse ekziston fare diçka në vend të asgjëje. Pse ka një univers? Pse ka ligje? Pse ka materie, energji, hapësirë, kohë? Dhe ndoshta vetë fakti që ne mund të bëjmë këto pyetje, vetë fakti që ne mund të kërkojmë përgjigje, është pjesa më e çuditshme e të gjithë historisë. Sepse kjo do të thotë se universi, në të gjithë kompleksitetin e tij, në të gjitha asimetritë e tij, krijoi kushtet jo vetëm për ekzistencë, por për vetdije, jo vetëm për materie, por për kuptim. Ne jemi ai kuptim. Ne jemi mënyra se si universi po përpiqet të kuptojë veten. Dhe kjo, ndoshta, është mrekullia më e madhe e të gjitha. Se nga ajo asimetrie vogël, nga ai gabim kozmik prej 1 në 1 miliard, lindi jo vetëm materia, por edhe aftësia për të kuptuar se pse ajo materie ekziston. Në këtë moment, ndërsa po lexoni këto fjalë, diçka e jashtëzakonshme po ndodh në trurin tuaj. Rreth 100 miliard neurone po shkëmbejnë sinjale me shpejtësi që arrin deri në 120 metra në sekond. Çdo sinjal është një rrjedh ionesh, një lëvizje e grimcave të ngarkuara nëpër membrana qelizore. Dhe çdo gjon, çdo atom natrium, çdo atom kalium që po krijon atë sinjal, është bërë nga materia që mbijetoi nga ajo asimetri kozmike. Por këtu është diçka që duhet t'ju bëj të ndaleni. Ato neurone nuk po përpunojnë thjesht informacion. Ato po krijojnë diçka që nuk ekzistonte në universin e hershëm. Ato po krijojnë kuptim. Ato po krijojnë pyetje. Ato po krijojnë habitjen që ju ndjeni tani, duke menduar për faktin se ju ekzistoni fare. Kjo është paradoksi përfundimtar i asimetrisë materie-antimaterie, se ajo nuk shpjegon vetëm pse ekziston materia, ajo shpjegon pse ekziston pyetja. Le të shkojmë në një vend që shkenca rrallë guxon të shkojë, në kufirin midis fizikës dhe filozofisë, midis asaj që ne mund të matim dhe asaj që ne mund vetëm të habitemi. Kur filozofi gjerman Martin Heidegger bëri pyetjen e tij të famshme, pse ka diçka në vend të asgjëje, ai nuk po bënte një pyetje shkencore, ai po bënte një pyetje ekzistenciale. Por tani, 13 miliardë 800 milion vjet pas Big Bangut, ne kemi zbuluar se ajo pyetje filozofike ka një dimension fizik. Sepse sipas ligjeve themelore të fizikës, duhej të kishte asgjë. Materia dhe antimateria duhej të ishin anihiluar plotësisht, duke lënë vetëm dritë të pastër. Universi duhej të ishte një oqean i pafund rrezatimi, duke u zgjeruar përgjithmonë në errësirë dhe ftoje, pa asnjë strukturë, pa asnjë kompleksitet, pa asnjë mundësi për pyetje. Por ja ku jemi. Dhe kjo është mrekullia që shkenca ka zbuluar. Se ekzistenca jon varet nga një devijim i vogël, një asimetri e vogël, një gabim kozmik që nuk duhej të ndodhte. Tani, le të mendojmë për atë që kjo do të thotë vërtet.
Në fizikën kuantike ka një parim të quajtur superpozicioni. Një grimc mund të jetë në shumë gjendje njëkohësisht derisa ne e matim atë. Një elektron mund të kalojë nëpër të dyja qarat njëkohësisht. Një atom mund të jetë në dy vende njëkohësisht. Realiteti në nivel themelor nuk është i përcaktuar derisa ne e vëzhgojmë. Por këtu është pyetja që duhet ta bëj çdo person të mendojë. Nëse realiteti nuk është i përcaktuar derisa dikush e vëzhgon, atëherë kush e vëzhgoi universin e hershëm? Kush e bëri asimetrinë reale? Kjo është një version i problemit të matjes në mekanikën kuantike dhe është një nga misteret më të thella të fizikës moderne. Disa fizikan argumentojnë se vetëdia luan një rol në kolapsimin e funksionit të valës, në shndërrimin e mundësive në realitet. Të tjerë argumentojnë se matja nuk kërkon vetëdije, vetëm ndërveprim me mjedisin. Por pavarësisht se cilen interpretim zgjidhni, fakti mbetet. Universi i hershëm ishte një sistem kuantik. Dhe në atë sistem, asimetria materie-antimaterie nuk ishte një fakt i përcaktuar. Ishte një mundësi, një luhatje kuantike që mund të kishte shkuar në çdo drejtim. Por ajo shkoi në një drejtim specifik. Ajo krijoi pak më shumë materie se antimaterie. Dhe ajo zgjevje, ajo realizim i një mundësie specifike është arsyeja pse ne ekzistojmë. A ishte kjo një zgjevje e rastësishme apo ka diçka më të thellë? Le të shqyrtojmë një ide që tingëllon si shkencë fantastike, por që në të vërtet është një teori serioze në kozmologjinë moderne. Parimi antropik kuantik. Ideja është kjo: në një univers kuantik, të gjitha mundësitë realizohen. Çdo rezultat i mundshëm i çdo procesi kuantik ndodh në një degë të ndryshme të funksionit të valës. Kjo quhet interpretimi i shumë botëve i mekanikës kuantike. Nëse kjo është e vërtet, atëherë ka dega të funksionit të valës ku asimetria ishte 0. Ka dega ku asimetria ishte shumë e madhe. Ka dega ku asimetria ishte negative, ku antimateria dominoi. Por në të gjitha ato dega nuk ka vëzhgues, nuk ka askush për të parë ato univers. Vetëm në degët ku asimetria është saktësisht e drejtë, ku ajo lejon formimin e yjeve dhe planetëve dhe jetës, ka qenie që mund të bëjmë pyetje për asimetrinë. Dhe ne, në mënyrë të pashmangshme, gjendemi në një nga ato degë, sepse vetëm atje mund të ekzistojmë. Kjo është një ide e çuditshme, e shqetësuese. Ajo sugjeron se universi ynë nuk është i veçantë, se ka një numër të pafund universish të tjera, të gjitha po ndodhin njëkohësisht në dega të ndryshme të funksionit të valës, dhe ne thjesht ndodhemi në degën ku kushtet janë të duhura për ekzistencën tonë. Por edhe nëse kjo është e vërtet, ajo nuk e bën ekzistencën tonë më pak të mrekullueshme, sepse në këtë degë, në këtë univers, ne jemi këtu, ne jemi të vetëdijshëm, ne mund të bëjmë pyetje, ne mund të habitemi. Tani, le të shkojmë në një drejtim tjetër. Le të mendojmë për atë që ne nuk e dimë. Pas të gjitha këtyre eksperimenteve, pas të gjitha këtyre teorive, pas dekada shkërkimi, ka ende pyetje themelore që ne nuk mund t'i përgjigjemi. Ne nuk e dim pse neutrinos kanë mas. Modeli standard parashikon se ato janë pa mas, por vëzhgjimet tregojnë se ato kanë mas të vogël. Kjo do të thotë se ka fizik përtej modelit standard, por ne nuk e dim se çfarë është ajo fizik. Ne nuk e dim çfarë është materia e errët. Ajo përbën në rreth 27% të universit, por ne nuk kemi zbuluar kurrë një grimc të vetme të materies së errët. Ne e dim se ajo ekziston, sepse ne shohim efektet e saj gravitacionale, por ne nuk e dim se çfarë është ajo. Ne nuk e dim çfarë është energjia e errët. Ajo përbën rreth 68% të universit dhe ajo po e bën universin të zgjerohet me shpejtësi në rritje, por ne nuk kemi asnjë ide se çfarë e shkakton atë. Ne nuk e dim nëse inflacioni vërtet ndodhi. Ne kemi prova indirekte, por ne nuk kemi asnjë provë të drejtë për drejtë. Dhe nëse ai ndodhi, ne nuk e dim se çfarë e shkaktoi atë. Ne nuk e dim nëse ekzistojnë neutrinos të djathtë. Ato janë një parashikim i teorisë së leptogjenezës, por ato janë aq të rënda sa ne nuk mund t'i krijojmë ato në asnjë akselerator që ekziston. Ne nuk e dim nëse ka dimensione ekstra.
Teoria e vargut parashikon se ka 6 ose 7 dimensione ekstra të mbështjella aq të vogla sa ne nuk mund t'i detektojmë ato. Por ne nuk kemi asnjë provë eksperimentale për këtë. Ne nuk e dim nëse ekziston një multivers. Disa teori parashikojnë një numër të pafund universish me ligje të ndryshme të fizikës, por sipas përkufizimit, ato universe janë përtej aftësisë sonë për t'i vëzhguar. Dhe më e rëndësishmja, ne nuk e dim me siguri të plotë se çfarë shkaktoi asimetrinë materie-antimaterie. Ne kemi teori, ne kemi kandidat, por ne nuk kemi provën përfundimtare. Kjo është lista e gjatë e ignorancës, dhe është e rëndësishme ta pranojmë atë, sepse vetëm duke pranuar atë që ne nuk e dim, ne mund të vazhdojmë të kërkojmë. Por këtu është diçka që duhet ta kuptoni. Ajo ignorancë nuk është një dështim, ajo është një mundësi. Çdo pyetje e papërgjigjur është një derë që pret të hapet. Çdo mister i pasgjidhur është një ftesë për të eksploruar. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca është e bukur. Jo sepse ajo ka të gjitha përgjigjet, por sepse ajo di se si të bëj pyetjet e duhura. Tani, le të kthehemi në atë moment të parë. Le të imagjinojmë përsëri universin 1 trilion të 1 trilion të sekondës pas Big Bangut. Gjithçka është energji e pastër. Nuk ka grinca të qëndrueshme, vetëm luhatje kuantike që krijohen dhe zhduken me shpejtësi të çmendur. Hapësira vet po zgjerohet me shpejtësi eksponenciale. Koha vet sapo ka filluar të ketë kuptim. Dhe diku në atë kaos, në atë furtunë të energjisë së pastër, ndodh diçka. Një luhatje kuantike, një devijim i vogël nga simetria e përsosur, një grincë ekstra materie për çdo 1 miliard çifte. Ajo luhatje mund të kishte shkuar në drejtimin tjetër. Ajo mund të kishte krijuar pak më shumë antimaterie. Ajo mund të kishte qenë zero, duke lënë një univers bosh. Por ajo shkoi në drejtimin që shkoi. Dhe ajo zgjedhje, ajo realizimi një mundësie specifike, vendosi gjithçka që do të vinte pas. 3 minuta më vonë, kuarkët u kombinuan në protone dhe neutrone. Protonet dhe neutronet u kombinuan në bërthama të lehta. 400.000 vjet më vonë, elektronët u kapën nga bërthama dhe universi u bë transparent. 100 milion vjet më vonë, yjet e parë u ndezën. 1 miliard vjet më vonë, galaktikat e para u formuan. Dhe 13 miliard e 800 milion vjet më vonë, në një planet të vogël që rrotullohet rreth një yli mesatar në një galaktik mesatare, ka qenie që po përpiqen të kuptojnë se çfarë ndodhi në atë moment të parë. Kjo është historia më e madhe që ne e dim. Kjo është epopeja kozmike, që lidh çdo atom në trupin tuaj me momentin e krijimit. Por këtu është pjesa që vërtet duhet t'ju bëj të ndaleni. Ajo histori nuk është e plot. Ajo nuk përfundon me ne. Ajo vazhdon. Sepse çdo eksperiment që ne bëjmë, çdo zbulim që ne bëjmë, çdo pyetje që ne bëjmë, është një vazhdim i asaj historie. Ne nuk jemi thjesht produkti i asaj asimetrie të vogël. Ne jemi pjesëmarrës aktiv në historinë kozmike. Kur shkencëtarët në CERN krijojnë antimaterie dhe e studiojnë atë, ata po rikrijojnë kushtet e universit të hershëm. Kur eksperimentet e neutrinove matimos cilet, ato po kërkojnë gjurmë të proceseve që ndodhen 13 miliard e 800 milion vjet më parë. Kur teleskopët vëzhgojnë në rrezatimin kozmik të sfondit, ato po shohin dritën më të vjetër në univers, një fotografi të universit kur ai ishte vetëm 400.000 vjet i vjetër. Ne nuk jemi spektator pasiv. Ne jemi hulumtues aktiv. Ne jemi mënyra se si universi po eksploron historinë e tij, po bën pyetje për origjinën e tij, po përpiqet të kuptojë se pse ai ekziston fare. Tani, le të bëjmë diçka që rrallë bëhet në shkencë. Le të pranojmë se ka pyetje që mund të jenë përtej shkencës. Pse ekziston universi fare? Pse ka ligje të fizikës? Pse ato ligje janë si janë? Pse ka diçka në vend të asgjëje? Këto janë pyetje që shkenca mund të mos jetë në gjendje t'i përgjigj kurrë. Sepse shkenca studion se si funksionon universi, jo pse ai ekziston. Shkenca përshkruan ligjet e natyrës, por ajo nuk mund të shpjegojë pse ato ligje ekzistojnë. Dhe ndoshta kjo është në rregull. Ndoshta disa pyetje janë thjesht përtej fushës së shkencës. Ndoshta ato janë pyetje filozofike, jo shkencore.
Por edhe nëse ne nuk mund t'i përgjigjemi atyre pyetjeve përfundimtare, ne ende mund të vlerësojmë misterin. Ne ende mund të habitemi nga fakti se ne ekzistojmë. Ne ende mund të ndjenjë një ndjenjë të thellë të çuditjes kur mendojmë për faktin se universi, në të gjithë kompleksitetin e tij, krijoi kushtet për ekzistencën tonë. Sepse këtu është e vërteta përfundimtare. Ne nuk jemi të rastësishëm. Ne nuk jemi një aksident kozmik. Ne jemi një pasojë domosdoshme e mënyrës se si funksionon universi. Nëse ligjet e fizikës janë si janë, nëse asimetria ishte si ishte, atëherë ne ishim të pashmangshëm. Por kjo nuk e bën ekzistencën tonë më pak të mrekullueshme. Në fakt, ajo e bën atë edhe më të mrekullueshme. Sepse kjo do të thotë se ne nuk jemi një gabim. Ne jemi një veçori. Ne jemi një mundësi që u realizua, një potencial që u aktualizua. Le të kthehemi tani në atë moment kur filluam. Kujtoni se si filluam këtë udhëtim? Në këtë moment, ndërsa po lexoni këto fjalë, trupi juaj përmban në rreth 7 miliard atome. Tani, pas gjithçkaje që kemi eksploruar, pas gjithë shkencës dhe filozofisë, pas gjithë pyetjeve dhe mistereve, le të kthehemi në atë fakt të thjeshtë. Çdo atom në trupin tuaj ka një histori. Ai u krijua në një yll që shpërtheu miliarda vjet më parë. Ai u përhap në përhapësirë. Ai u bë pjesë e një reje gazi që kolapsoi për të formuar sistemin ton diellor. Ai u bë pjesë e tokës. Ai u bë pjesë e një molekule organike. Ai u bë pjesë e një qelize. Ai u bë pjesë e jush. Por historia e atij atomi nuk fillon me yllin. Ajo fillon me asimetrin. Ajo fillon me atë moment, 13 miliard e 800 milion vjet më parë, kur universi vendosi, për arsye që ne ende nuk i kuptojmë plotësisht, të krijojë pak më shumë materie se antimaterie. Ai atom është një dëshmi e gjallë e asaj asimetrie. Ai është një lidhje drejt për drejt me momentin e krijimit. Ai është një pjesë e historisë kozmike që vazhdon në trupin tuaj, në këtë moment. Dhe këtu është realizimi përfundimtar. Ju nuk jeni thjesht në univers. Ju jeni universi. Ju jeni mënyra se si universi po përjeton veten, po kupton veten, po bën pyetje për veten. Çdo mendim që keni, çdo ndjenjë që përjetoni, çdo pyetje që bëni, është universi duke u bërë i vetëdijshëm për ekzistencën e tij. Ju jeni grimcat e universit që kanë evoluar në një formë aq komplekse sa ato mund të reflektojnë mbi origjinën e tyre. Kjo është mrekullia më e madhe e të gjitha. Jo vetëm se ekziston materia, por se ajo materie ka evoluar në forma që mund të bëjnë pyetje për ekzistencën e tyre. Jo vetëm se ka një univers, por se ai univers ka krijuar qenie që mund ta kuptojnë atë. Dhe kjo na sjell në pyetjen përfundimtare, pyetjen që duhet ta bëjë çdo person. Çfarë do të bëni me këtë kuptim? Ju tani e dini se ekzistenca juaj varet nga një asimetri kozmike prej 1 në 1 miliard. Ju e dini se çdo atom në trupin tuaj ka një histori që shtrihet mbrapsht në momentin e krijimit. Ju e dini se ju jeni një pjesë e historisë kozmike, një lidhje në zinxhirin që lidh Big Bangun me këtë moment. A do ta ndryshojë kjo mënyrën se si ju jetoni? A do t'ju bëjë të vlerësoni më shumë çdo moment? A do t'ju bëjë të habiteni më shumë nga fakti se ju ekzistoni? Ndoshta po, ndoshta jo. Por njohuria është atje, lidhja është atje, historia është atje. Dhe ndoshta, në fund, kjo është kuptimi i vërtet i asimetrisë materie-antimaterie. Jo vetëm një fakt shkencor, por një ftesë për të habitur. Një kujtesë se ne jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe se vetja jonë. Një realizim se çdo moment i ekzistencës son është një mrekulli, që varet nga një gabim kozmik i vogël që ndodhi 13 miliard e 800 milion vjet më parë. Në këtë moment, ndërsa po lexoni këto fjalë të fundit, diçka e jashtëzakonshme po ndodh. Ju po mendoni, ju po reflektoni, ju po bëni pyetje. Dhe ajo aftësi, ajo mundësi për të menduar dhe për të habitur, është produkti i asaj asimetrie të vogël. Një pjesë në 1 miliard. Kaq ishte diferenca midis ekzistencës dhe mos ekzistencës. Midis një universi të mbushur me yje dhe galaktika dhe jetë dhe vetdije dhe një universi që ishte vetëm dritë e pastër. Dhe ne jemi këtu.
kundër të gjitha probabiliteteve, kundër simetrisë së përsosur, kundër asgjëje. Ne jemi këtu sepse universi në momentin e tij të parë bëri një zgjedhje. Ose ndoshta nuk ishte një zgjedhje. Ndoshta ishte një domosdoshmëri e koduar në ligjet e fizikës që ne ende nuk i kuptojmë plotësisht. Por çfarëdo që ishte, rezultati është i njëjtë. Ne ekzistojmë. Dhe ndoshta vetë fakti se ne mund të bëjmë pyetje për ekzistencën tonë, vetë fakti se ne mund të habitemi nga asimetria që na krijoi, është përgjigjja më e thellë që ne do të gjejmë kurrë. Jo një shpjegim shkencor i plot, jo një teori përfundimtare, por një kuptim se ne jemi pjesë e një misteri që është më i madh se ne, më i vjetër se ne, më i thellë se çdo gjë që ne mund të kuptojmë plotësisht. Dhe ndoshta kjo është mjaft, ndoshta misteri vet është përgjigja, ndoshta pyetja është më e rëndësishme se përgjigja. Sepse në fund, ne nuk jemi thjesht qenie që kërkojmë përgjigje, ne jemi qenie që bëjnë pyetje. Dhe ajo aftësi për të bërë pyetje, ajo kureshtje e pashuar, ajo habitje e përjetshme, është ajo që na bën njerëzor. Ne jemi grimcat e universit që po pyesin pse ato ekzistojnë. Ne jemi mënyra se si universi po bën pyetje për veten. Ne jemi asimetria që u bë e vetëdijshme. Dhe kjo ndoshta është mrekullia